Mirëmëngjesi. Pranver, moj vajza, është pranver, zyrtarisht, është bukur, është Po diell. pse zyrtarisht? Po se zyrtarisht. Sot është data. Sot është sa data sot? Apo u frymëzove? Sot është 11. E pra, Nga nuk e di, zyra. nga që tha Arnita zyrtarisht dhe tash po e them edhe unë kështu. Zyrtarisht pranver sot sa. Ishte e ndjen mëngjesi më i parë shpejt që nuk pranver, është Franci. ftohtë. Ne ndërkohë duke u dritë. Jo, në fakt kur po hynim çfarë këtu në studio e ndjeva shumë ndryshe ajrin e mëngjesit. Kështu që prandaj them edhe unë që pranvera është gati këtu, mes nesh, atë nuk u asolla unë. Është ajër më i pastër edhe më i freskët, po është ende ftohtë për të qenë pranver. Kështu që është kohë më e bukur se nuk ka shi, po do presim edhe pak fare për pranverën edhe 3 ditë. Derisa të vi dita e verës. Dita e verës të jam Për t'inauguruar pranverën. Se kështu e kemi emërtuar. Po, le të plasim ballokumet kudo që Ne janë. s'di po presim për ballokumet, ne s'dim t'i bëjmë, po me shumë mundësi të Ne dim t'i blejmë. Ne dim t'i blejmë. Si jeni zgjuar sot? By the way, Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Qyteti sot ishte plot gjallëri edhe e shijova shumë rrugën për në punë. si ishte në Plot gjallëri. Plot gjallëri ishte. Kishte makina pafund në ashtu, rrugë edhe ka lëvizje. Sa mirë. Ta mendosh ishte mërkur. Do Ah, duhet të bukur. binte fluksi, Ta po jo. mendosh që është kaq herët. Nuk e di. Mikaela, shkojnë ti te si Jo, njerëz. unë e pata rrugën bosh me thon drejtën, edhe aq e shijova se ato dritat e bukura të mëngjesit të qiellit është sidomos kur bën këtë autostradën, të duket sikur po nisesh për diku, për pushime, jo, Oh, e merr vërtet. pse djathta. po vjen për të. Reprodullimi djathtas. Ju themi mirëmëngjes gjithëve nga zgjohu po. Deshe. Deshe, do si të duash, do jemi bashkë deri në orën 9:30 si çdo ditë nga e hëna në të premte në valët e Radio Travel 104.6 dhe në Dhe ekranin në e ekranin e Premium Channel. Premium Channel patjetër me Me rubrikat tona. rubrikat tona e nisim me motin si çdo ditë, e dim që e keni shumë të nevojshme të dini se si janë temperaturat përpara se të niseni për në punë apo para se të bëni planet për fundjavën, për këtë kujdesem unë. Na bashkohet në program personazhi ynë i preferuar Bujari, si çdo mëngjes, po asnjëherë nuk e dim se cili nga ata do të jetë, se ka shumë personalitete. E pra. Po sot është Franci nuk na e tregon do të asnjëherë. befasoj edhe sot pa merak. Ndonjë intelektual duhet të jetë, sa i ka ngelur. Jo. Po Ai ka dhe të rinj. Zakonisht punon te inteve. Ka Me dhe çka të kanë rinj. bërë. Po, ka dhe të rinj, patjetër. Hajde, për hajër Qëndroni, inshallah. stay tuned. Në bujar i lezetshëm. Sot e pas ka pushtuar një bujar anglez njerëz, le t'ja nisim nga këtu. Really? Why do you think so? Kish e do gjun I don't know. është e çuditshme. Do ta merrni vesh, jo pa qëllim, po flas shumë anglisht sot sepse kemi një surprizë, një befasi Një shumë bukur për surprise. gjithë. Jo, kështu që qëndroni. Se kemi dhe rubrika të tjera, kemi Bersaletën e ditës, është një bersalet shumë e bukur sot. Kemi Travel News. Si gjithmonë, Kemi rubrika jonë quizin e preferuar, Kemi quiz, ku njerëzit mund të aktivizojnë dhe të fitojnë një kupon. Japim kupona për gjithë fituesit, po sot do të udhtojmë pas në kohë. Do të zgjojmë një çik Në një vend po aq afër sa të tjerë. Jo. Jo. Nuk e kam për quizin këtë, e kam për personazhin tjetër që do t'i bashkohet programit në një formë të çuditshme, le të themi. Një personazh shumë interesant. Rikthejmë idhujt sepse edhe tema e ditës për sot është pikërisht kjo, idhuj që thyen rregullat, kush është personazhi që ju ka frymëzuar. E diskutojmë mes nesh këtu në program. Ndërkohë, çka kemi tjetër interesante? Tjetër Çfarë bëjmë të mërkurave ne? interesante. Çfarë bëjmë në mëngjes drek A dark? keni qenë të vëmendshëm? Mëngjes drek dark hambuk njerëz se na hahet, po mos harroni që kemi dhe festën e ditës. Po, dhe ajo me ushqime Dhe është. ajo është me ushqime, nuk mund të mungoj çdo ditë nga një festë që është me thor. Me thorë. Me thor. Me lugë mbrezër te. Me lugë mbrez. Kështu Ore, që po ja të gjitha rubrikat i tham, po ndonjë këngë do kemi ne apo Gjithmonë. tjetër, Gjithmonë, patjetër. këngët më të bukura. Për këtë kujdeset ma e. ma e Ma eva 3 këngë njëra pas tjetrës si mëngjes që është. pimi çik kafe. Na ngacmon nostalgjinë e brezit ton, vitet Po. 90 edhe këngëtarët tanë të preferuar. Po mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjesi, E ne dëgjoj. kalojmë në muzikë Mirëmëngjes. dhe rikthehemi denjësisht në program, siç duhet. Denjësisht. Rihanna të dua, vazhdoj të dua kaq shumë. Rihanna, where have you been? Ku Kemi ke kërcyer qenë? të gjithë me Po. këtë, po ku pas ke qenë në mirë sa erdhe. Po Shumë ku e ka bukur. shkuar tani pa mirë? Shumë e bukur, një nga këngët. Edhe gjithë jetën njeriu këtë kërkon. Një njerëz që ti thot po ku pas ke Po qenë, ku ore ke më ndryshove qenë? të morë shejtan. Se bysha ka. Dashuria është. Gjysmë të vërtetës është
Çaka. Jemi me parashikimin e motit për ditën e sotme. Këtë të mërkurë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin e vendit, vranësirat do të jenë fare të pakta dhe kalimtare. Në relievet malore, në lindje, në orët e mesditës deri ato të pasdites. Sa i takon erës, ajo do të fryjë me drejtim juglindje veri-perëndim me një shpejtësi mesatare 6 metër për sekond. Ndërkohë, ndalemi pak edhe tek temperaturat e qyteteve kryesore. Shkodra zgjot me temperatura 8 deri në 19 gradë Celsius, Lezhë 7 deri në 17 gradë Celsius, Tirana 9 deri në 16 gradë Celsius, Korça 0 deri në 14 gradë Celsius dhe Saranda 9 deri në 16 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datën 11 mars. Shkurtimisht u njohëm? Nada, je e sigurt? Dhe Ljubljana sot zgjohet me temperaturat 4 deri në 15 gradë Celsius. Më vjen shumë keq për ata që po nisin drejt Ljubljanës ose për ata që jetojnë aty. Javën tjetër gjithë një vend pak më të ngrohtë. Ka vranësira edhe shi. Le të ketë, mua më pëlqen shumë Ljubljana kur ka shi. Po. Rimendon për Ljubljanën. Se e krahason me atëre kur e pa që kishte diell. Ore, është shumë e Dhe bukur. thota, midis Ljubljanës me diell dhe asaj me Ti shi, ke qenë në gjithë me shi. Jo. Asnjëherë. Po çfarë do gjej? Por i pëlqen shumë. Çfarë qyteti do gjej javën tjetër, do të shkoj mendja kurr, se as unë se di. Ande nga Borizani të na Ande nga Borizani. Gjithnjë që është koha e ngrohtë. Të paktën të shkojmë me amendja aty. Varet si do zgjohem të hën, si do ndjehem të hën. Franc, zgjohu si dua. Qytetari i Shojmë që Ballkanit. zgjuar bujari jon pa. Po, mendoj që bisedat më normale e kemi me bujarin ndonjëherë se sa pa puna. Ora ja ta dëgjojmë mirë të marrim bujarin e telefon. sotëm si do jetë. Ta shikoj vështirë, ë. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Si e? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Ju mi bet që na morët një që kujtoat dhe ju për këtë taksisi ju se keni folur vetëm ata të tjerë dhe ne na keni lënë pas dore fare. Po do Bujari. ke shëni zën shumë me punti se ne të gjithë i marrim telefon. Jo, unë kam qenë këtu, kam pritur Ke qenë duke pritur. Të më merrin, unë kam pritur radhën. Ka pritur shumë rrek. Të kërkojmë Po gjithë që jemi na vonuar. prezantoj një çik se nuk të njohim, je i ri në program. Po, bujari. Po me ç'a merresh, ç'a bën si e shtyn kohën e Po lirë? taksis. Unë i jap timonit. Vetëm kaq. Po, rege, i ka të i kanë dhe, mi be që edhe t'ju një që nëse na keni lënë pas dove fare në bujarve, se vetëm ata bujarët e tjerë keni marrë në telefon. Aha, e kuptoj. Po, kujtoni dhe ju një për këtë bujarin këtu, se... Po, Po të na çoje një mesazh të po ju presun. Ku e ke pikën e qëndrimit ti? Ku rri taksia jote? Apo Në gjithë cilin bujarët lagje? rresht. Jo, taksia time unë rri në Astir, se këtu e kam edhe atë e shpinë. Nga e me origjinë? Me origjinë jam nga Veriu. Nga Veriu. Po. Nga cili cepi Veriu? Veri fare, aty, e kam aty, veri fare, në Koplik. Je nga Kopliku. Po, nga Kopliku. Po si ka mundsi kjo e folur, se dukesh si nga Fieri? Si duke? Si nga Fieri? Të Po me dëgjoj- fierin çpate. Nuk e di, interferojnë valët e Fierit, se unë jam nga Kopliku, djem baba djem. Mirë të befsha. Je. Po ja, si keni qenë jetë? Mirë janë gjerat? Asja. Mirë, tani që po. Tani që e dëgjoj, e ka një e aty diku. Je, po A, do duket pak thashën verior? që do flisja me ju në telefon, Ti e di thashën. vallën e Kuksit, besoj. Po, Edhe unë- Tropojës. Unë i di tera vallet që janë nga Veriu i Shqipërisë. E vërtet. Je, Po mirë, gruan mos e ke që nga Fieri? Jo, edhe grua nga Veriu e kam nga Gjirokastra. Ua, sa i çuditshëm. Nga Veriu. Nga Veriu nga Nga Gjirokastra. Gjirokastra, po. Se e di Super se personazh. jo, mua më ka ngelur kjo se ku kam qenë i vogël, më kanë thënë mua shikoj artën e Shqipërisë e i kisha kthyer mbrapshun edhe se lvizon nga s'ke mendja tash. faj. Më ka ngelur mendja në ajo arta e Shqipërisë shumë mbrapshe dhe i kam Më ka Po, pjak tani, nuk do të thoja kurrë me këtë bujar. Po pse mi të çon destinacion? Të çon në Veri. Kratë kundër. I thua për Saran, Ja, përfundon në te. një- Pas ndonjë situatë kështu më bujar. Po, kam pasur, se për shembull tera ata që ivin taksin time e din që po të duan të ikin për Shkodër duhet të më thonë mua më çoj çik Sarand. Je, kështu. Ke koordinatat e Kështu e tjera. kam unë, po. E Kështu ke e kam. busullën mbrapsht. Je, kështu e kam. Si unë. është trafiku sot bujar? Mirë është, fala. Befsha. Është trafik pull çik shumë. në fakt se unë nuk para dal, unë e kam perimetrin tim, domethënë deri në pallat me shigjeta. Aq. Aq e kam deri në Laprak edhe maksimum vetëm në ktesë e Kamzës. E kthehem prapë në Astir. Unë Pse kaq shkurt? po se Ke kështu frikë? Po për tonë më të shkojmë më Ke tutje. vizë për brenda për në qendër? duhet bëj roamingun për të dalë ande, po problemi është që për momentin dua ta mbaj çik kështu brenda për brenda. Private, Pastaj, pastaj do dal ande, do shpërthej.
Po ti merr biçikletë më mirë se taksi. Unë punoj me taksi, punoj me biçikletë, punoj me autobus. Jo. Po, autobusin e kam çuar me qira. Kujt ja ke lënë me qira? Ja, Ka super biznesmen bujari. Këtyre të bashkisë. Bravo, Kam një shoh. lokal. Ke dhe lokal, lokal. E kam një lokal. Po lokali ndjeki. Si e kam, mirë, Mos ka ndonjë gjë të çuditshme ai lokali jot. Ka një flamur të Brazilit. Brenda. Po. Pse? Je fan si Brazilit. Jo, është çuni, e pëlqen shumë. Okej. E ka qef shumë, thot kur të rritem do Po i djali nga është me origjinë djali? nga Kolumbia. Po. Se e kam kështu djalin që Po kujdes se unë vërtet ri këtu vetëm në Astirëre, po dilni ande se sot është të lishëm se po ju dëgjonja që thjetin e Ade, që thjeti Ke folë me kolegët ti, ke marrë vesh gjë. Ka marrë vesh që e keni, ka shumë lëvizje sot, po prapë është të lirshëm, nuk është shumë i rënduar sotere. A vaje, më jepini me kujdes makinës se zot thotë që keni lirshëm. Lirshëm, Astir Laprak, Astir Pallati me Shigjeta. Jo. Se ti më tutje se di ç'bëhet. Unë thash që moran Po telefon flet ku ka kolegët. informatorët e ti. Moran Nga telefon Kolumbia. kolegët edhe më thanë që nuk po ecim rege, po i kemi dhënë thanë ata. Shoh çik shoh. Vjena y gave spirate. Rege. Ja me një Mikaele, personazh me tjetër. çfarë bën ti? Po çfarë bëj unë më u që u bëfsh lëmsh ti me këto Ja. pecet e Më tua. ngjason shumë ky bujari duhet ta njohësh edhe ti si personazh me një zotëri diku në Fier që donte shiste shtëpinë. Je gabim shumë Mos e thonë ka mua. që vlla, mos e ka Shumë që vlla, thonë mua, të po. zojë me kanë atyre të bardhë. E di për ka po thua është djali Xhaxhajt. Djali Xhaxhaj. Djali Xhaxhajt është ai. Kam Po tani flet imazhe. shpesh ti me të. Edhe ai atje është akoma nuk ka ikur. Ka Mos shitur ta atë shumë mund të shtëpinë. shpjegohet gjithë ky përdorim i erë. Po flas normale se unë s'jam si ata që vinë në Tiranë ndryshojnë dialektin, ndryshojnë folmen, ndryshojnë gratë, ndryshojnë familjet. Jo. E Atë çfarë mos e bëj ti, Unë gruan, jo. maksimumi në një pallat mund të ndryshoj. Që Po mirë. domethënë nga kati 2 vetën ka 3, po kaq. Shpinë e ke përqitur ti? Jo. Shpinë e kam mirë, madje kam një shtëpi tjetër, kam çuar me qera, kam trado vite se tash pa Kur të thashun që është biznesmen, kë kot bën taksistin. E Ai kështu. bosa për të bërë Bravo, ca bravo xhiro që në punon qytet. për pasion bujari. Je, faleminderit. Jep një mesazh shumë të mirë. Faleminderit. Rege. E tash edhe unë do ta nis çik makinën të iki rege. Nga do ikësh? Deri te pallati i Shigjeta. Deri se aty, kam, jo? po s'kam klient, do Po vetë ditë e kot se kam bukur qef. sot. Ah, mirë, bëje një xhiro, pra bëje një xhiro. Kalosh sa më bukur bujari. Miru Faleminderit pashim shumë çupa për sot. edhe Pashim, gjithë bujari. të mirat, me qetësi rege. Ua, na çmend. Okej. Jo, se na çmundi, po. Tani bujari Sigurisht e prishur sot- makina. Ti bujarit verior sa herë dëgjoj atë erë. Për ka që nuk shkon Po në domethënë. veri ashtu flasim Mikaela. Lart fare, ere vllare. Kështu flasim po në thet. Po interesante, në Jo. fakt ka njerëz që u Jo. ngelen këto, se ai tha e kam kthyer hartën kështu dhe i ka ngelur në mendje dhe mendon se është, domethënë, duhet të flasin njerëzit mbrapsh. Shiko, ka një gjë të vërtetë, se ka njerëz për shembull që kanë qenë familje të internuara në qytete të tjera të Shqipërisë, mund kanë qenë nga veriu edhe i kanë çuar në Fier apo ku di unë, edhe thon jam nga Kungsi, ndërkohë flasin si nga Fieri. Ky bujari është shumë në rregull. mirë. Nuk ka asgjë të çuditshme për të. Po e lëm të qes deri në një moment të dytë që do flasim prapë me ditës së bujarin. sotme. Tani, disa të dhëna për trafikun tu au japun apo do Patjetër mba? që po. Ai Do tha mbani bujarin për ishte bazë. lirshëm, tha. Lirshëm, apo gjithë bujarët lirshëm e bëjnë. Do unë gëzoj kur njëri prej tyre thotë kjo rrugë është pak e rënduar. Mikaela, Wow. ti Ata harron që funduan. të gjithë bujarët e kanë burimin tek Franc Pozitivi dhe të gjithë mendojnë Dhe shumë mirë tregojnë për bujarë edhe me patjetër. informacionet që japin. Patjetër që po. Atëherë, trafiki i rënduar këtë mëngjes është në sheshin Shqiponja dhe përgjatë autostradës Tiranë-Durrës. Lëvizjet ngadalë gjithashtu në zonën e 21 dhjetorit dhe tek rruga e Kavajës drejt qendrës. Trafik të moderuar ka në Myslimshyr dhe në rrugën e Elbasanit, ndërkohë qarkullimi më i lirë raportohet në segmentet e jashtme të Unazës së Madhe si dhe në zonën Kashar-Ysberisht. S'ka pas faj se ajo zona ande që mund të bëjnë ndonjë xhiro ai është lirshëm. Thash pra të thash, nuk janë aq pa informacione këta. Jo, ma jo. Po bujarëra. diçka e dinë edhe këta. Këta bujarë atan. Do shpërthejmë tani. Do shpërthejmë, do e djegim. Doli bujari vërtet. Është momenti që të dëgjojmë prap një këngë. Na surprizoni regjia jone Myta dashur. atë ditë. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. 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 Ne Ada sa është ora? Ora shënon për knajsin tënde 7:25 minuta. Dhe është momenti t'i lëm justifikimet, të zgjohemi dhe të festojmë së bashku me festën e ditës.
Kallemër festën e ditës. Tjetër ajo. Është ka se halli. Ai zoti i madh, thash kalle festën e ditës. Dësh ngatrove rrug. Nuk e ngatrova, jam atje. Dhe do ta nis me një super fest të bukur, shumë domethënse, kuptim plot, Po si t'ja ka ashtu i ke të gjitha festat se vëm në diskutim. Edhe ato me të ngrëna? Të gjitha, të gjitha. Shumë, sidomos ato. Sidomos ajo e marmotit, vazhdoj ta kem. Megjithatë, Sa mirë ui, marmoti ka qenë i parë. Ka qenë shumë i bukur, ka qenë më në fund doli dhe ai dhe mbaroi dhe dimri. Sot është dita kombëtare e ëndrave. Sa e bukur. Shumë Ndi qëndrat e tua E ëndrave në sirtar? Ndi qëndrat. Okej, thash se ëndrave që shikon natën, po. Hajde më. Po Edhe këto në sirtar si janë keq. Ndi qëndrat e Mirë, tua. të dy. Sot është nga ato ditët kur ti feston të gjitha ëndrat që ke pasur kur ke qenë i vogël, ëndrat që ke tani dhe ëndrat që do kesh kur të bëhesh një çik më i madh. Cilat janë ëndrat tuaja më vajza apo s'doni ti thoni? Janë në sirtari, Janë të sirtari dhe Nuk i tregon. atë sirtar s'mund ta hap kushdo tani. Por Ashtu, ë? mund ta festojmë këtë ditën duke hedhur një hap, sado të vogël, signifikativ drejt kësaj ëndrës. E Shumë e bukur është kjo bukur. që theti Mikaela dhe në fakt është një ditë kur nuk festojmë vetëm të rinj, nuk festojmë vetëm të vegjël që thon kur të rritem dua të bëhem kështu, meqense e kemi dhe temën e ditës sa ju takon idhujve që i kanë frymzuar edhe i bëjnë që të punojnë fort për të arritur edhe ata ëndrat e tyre, por është një ditë kur e festojnë edhe të motuarit. Të motuarit. Marmotë Të janë na i moshmit, morë thoya. mendje. Të moshuarit dhe të gjithë njerëzit që guxojnë të ndërrojnë deri në fund të jetës tyre sepse është bukur kur ndërron. Gëzuar ëndrat. Gëzuar. Bravo, bravo. Tani, t'ju them një fest tjetër që ka të bëjë me ushqimin apo t'ju them një fest tjetër që ka të bëjë me mënyrën se si ne duhet të ushqehemi dhe të nderojmë ata që na mësojnë se si të ushqehemi. Këdoni. Ushqimin, lutem. Edhe këtë tjetrën mund ta mbash edhe kështu sekret. Ka shumë njësoj janë të dyja. Të dyja janë. Lidhen me njëra tjetrën. Lidhen me njëra tjetrën, megjithatë. Okej, po i them këtë të parën, është dita kombëtare e dietistit dhe ushqyerjes së regjistruar e këtyre programeve që përgjithsisht Dietologut. Po, dietologut, nutricionistëve në përgjithësi. Duhet kishim Pavlin sot në studio që të na fliste dhe ta uronim Gëzuar live. Pavli. Të merrim një tort, të festonim. E festuar çdo të mërkur të 2 të marsit, dita kombëtare e ushqyerjes dhe dietologut regjistruar feston kontributet e këtyre profesionistëve mjekësor. Dhe duhet të thënë që në fakt janë një ndihmë shumë e rëndësishme sa i takon ushqyerjes së shëndetshme, mënyrës se si ne zgjedhim që të ushqehemi, dieta që duhet të mbajmë edhe kështu me radhë. Gëzuar dietolog kudo që ndodheni në përballë. National Oatmeal Nut Waffles Day. Kemi një kështu me waffles sot. E doni apo se doni? E Si se duam, e duam, duam. ne kemi shumë chef waffles. Vërtet? Po, patjetër. Sot është dita kur ju mund të festoni. Maeva, 3 waffles. 3 waffles, kur të mundesh, kur të duash. Do dhe- Merr edhe një për vete. Akoma më absurde se kjo kërkesa jonë është Maeva që kthen gjithmonë kokën, a thua do i themi ndonjë. Gati, me do ju tabakane gjumë dorë. mend. Kështu që gëzuar të gjithëve juve që ju pëlqejnë wafflesat me këto gjërat e bukura. Waffles me gjëra të bukura, hey. Kur shkon aty Po të ata ai. që i han wafflesat me gjëra të shëmtuara. Jo, domethënë kur e porosi të do waffle me çokoladë me banane. Jo, me jo, ato- me ato ma- gjëra të bukura. E dua një waffles king. Një fest shumë e bukur që un po shikoj tani që e festojnë njerëzit në 11 mars është dita e nderimit të veglave të punës. Shumë domethënse, shumë e bukur. Sqepar, çekan, çels inglez, italian, Çes papagall. papagall, pinca. po, pinca. Çka tjetër? Ore, janë këto Tuba. gjëra Si u vendos kjo festa dhe si festohet? si festohet, Po. secili Trapano. trapano. Festohet kështu, secili sjell atë Çelsin papagall. Chelsin e preferuar të vetin, edhe dalin kështu të gjithë. Me kaçavit në Me dorë. kaçavit dhe bëjmë gëzuar, gëzuar. Një maj është dita punëtorëve kujtim.
Ja. Po s'është një sot është e veglave të E punës. veglave të që na punës ndihmojnë. që i ndihmojnë njerëzit për të Se kështu i bie që për një maj mos festojmë ne të tjerët, që s'punojmë me Ore, tërës papagall. për një kaçavidh që se ke, ajo vidha mbetet pa vendosur Fjala në Ula Fjala ka mik çavit në poetik, kujtim. s'pun kështu more S'është besnik. rrezikshme. gëzuar njerëz, gëzuar të gjithëve. Po gëzuar më Franc. Faleminderit. Dhe për ta mbyllur, por jo për nga rëndësia, sot është dita kombëtare kundër duhampirjes. Lene mor çat cigare, lene mor mos e pi më, mor zoti më. E mirë. Mos e pini më se nuk ju bën mirë. E vërtet. Aldo, jo. Rënd shëndetin. Dëmtorën në shëndetin më kujtohet një anekdotë në fakt që shkoi njëri te doktori sepse kishte probleme me duhampirjen dhe kontaktoi mjekun e familjes ai, edhe i tha doktori, keni ndonjë i tha në familje në fisin tuaj që ka probleme i tha me duhampirjen tjetër i tha. Po këtu e pi, tha po kemi djalin e xhaxhait, ai se pi tha, ai ka problem. Lerini mor njerëz, lerini duhanërat. Mirë, Franc, e kuptuam, e marrëm vesh, okay. No, mirë. Ja. Po Kujt i djeg le ta mbaj. Zgjidhni waffle Zgjidhni përpara. waffle. Nga ato të bukurit. Duhanit, po. Faleminderit gjithëve. Faleminderit për Ja, to kisha unë për sot si festa dite. Gëzuar për shumë E vjet. prishe pak andi nga fundi, po nice, mesazh të mirë edhe. Nuk E është për se dhe. patjetër. Se më mërziti Gjithmonë mua ka gjë mesazhe tjetër. ndërgjegjësuese. Po ta çdo thot një fest. njeri që ka qenë duhampirës, kështu që Ke qenë duhampirës. kam qenë. Domethënë me periudha të caktuara edhe unë kam pirë cigaren. Tani e ke lënë përfundimisht. Tani e kam lënë. Përshëndetje, unë jam Franci dhe sapo kam lënë cigare. Po Ja, e ke po, patur po. ndoshta të nevojshme për ndonjë rol? Për ndonjë rol Që të frymëzohesh ose ti Jo, se jo, unë nuk jam. Jo, s'të ka ndihmuar asnjëherë. Okej, e Jo. qartë. Ke Nuk bërë jam. shumë mirë që e ke lënë, se është shumë e dëmshme. Së shpejti edhe Nuk unë jam nga pas ata teje, që më Franc. duhet një cigare sepse stresi dhe kështu përkundrazi mua më bën shumë keq. Sa herë kam ato periudhat e mia kur e pi më bën keq, kështu që është më mirë kur e hiqni. Pare sepse ju ndihmon për t'ju thjelluar edhe kështu. Shumë e pin për të hequr stresin, po stresohen edhe më shumë, kështu që nuk ja vlen fare. Dhe është kosto shumë e lartë për çdo E njeri. vërtet. E bëjmë quizin shpejt? Pse më e Po, bëjmë? Apo Më dëgjojmë dhe- muzikë? Langzam. Ngadal. Ngadal. Quizi. Unë kam gati. Quizi. Po. Quizi ditës. Me qënë se ishim tek festa e ditës, doja t'ja bashkangjisja këtë sepse në thelb është pak a shumë e njëjta gjë. Gjeni ku, pra në cilin vend ka më shumë fest se sa arsye për të festuar. Shimoj. Në Gjermani, në Brazil, në Zvicër apo në Japoni. Si u duket e vështirë apo? Jo, un jam shumë kurioztar në ata për të dëgjuar atë shpjegimin tënd në fund kur Në ta fund, gjejmë. pra quizin, po, arsyen përse. sepse është pikërisht ky vend. Shumë interesante. Po, afërmënsh mund të vi pak si destinacion, cili vend ka më shumë fest se sa arsye për të festuar, ata janë gjithkohës duke festuar. Edhe trupi i tyre domethënë shumë gati, këtë ka edhe kur flet, edhe kur ju thua mirëmëngjes, lëvizin, janë të gjallë si njerëz. Gjermani, Po, fix. Brazil, E po tash Zvicër, apo Japoni. Mund të jetë Japoni. mund të jetë Duhet të na Zvicër. kishe Japoni. vendosur edhe ne si alternativë. Shqipëri, Është një Jo, vend. konkretisht programin ton, se më shumë festa se Zjo, ç'kemi ne. Se po. Nuk ka asnjë vend në botë. Nada, po është një vend që është afër nesh apo josh? Apo josh? Gjithmonë afër. mos më josh tani ti lutem. Mos më grish. Po josh. Është shumë afër nesh. Sa afër është. Një oqean nda. Po është afër, është goxha. Zvicra shon ka. 068 40 63 423 dhe Instagrami i Premium Channel për të dërguar përgjigjet tuaja. Fituesi si gjithmonë shpërblet në fund të programit me një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Edhe një herë quizi, cili vend ka më shumë fest se sa arsye për të festuar. Na shkruani, ndërkohë ne shkëputemi me muzikë dhe rikthehemi me rubrikat tona të tjera. Mirëmëngjes. David Guetta dhe Nicki Minaj. Super energji. Nëse këto këngët kanë vendosur përfundimisht që të na bëjnë më shumë nostalgjik se ç'jemi. Se na kanë kthyer shumë pas në Po, e kohë. vërtet, edhe të rrim duke i kënduar e duke i kërcyer. Sa që harrojmë që jemi në program. Gjithsesi është bukur. Shumë të lezetshme. Kalojmë në Travel News, është Po, momenti të kalojmë. udhëtojmë në përballë përmes informacioneve. Travel News.
Cruise. Ku jemi sot? Ku Ku do na Sot çoni në dhe fakt ku do kam t'ju shumë çoni? destinacione për ju. Shumë. Po tamam sa mirë. thelbi është tek forma e tek lloji i turizmit sesa tek destinacionet në vetvete. Është një trend i ri që po rritet në botën e udhëtimeve dhe është turizmi për të parë qiellin me yje, i njohur gjithashtu si astroturizëm. Gjithnjë e më shumë udhëtarët po kërkojnë destinacione larg qyteteve dhe ndotjes së dritës apo smokut për të shijuar qiellin e pastër të natës. Parqe natyrore apo zona të mbrojtura në vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kili apo Zelandi e Re, po tërheqin vizitorë që duan të shohin galaktikën me sy të lirë. Sipas ekspertëve të turizmit, kërkimet online për destinacione të tilla janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Organizata ndërkombëtare International Dark Sky Association ka certifikuar tashmë mbi 200 zona në botë si vende ideale për të vëzhguar yjet. Këto përfshin parqe kombëtare, rezerva natyrore dhe madje edhe disa fshatra të vegjël që kufizojnë ndriçimin artificial gjatë natës. Pra, i gjithë thelbi është që gjëja kryesore për të cilën ju do të merrni udhëtimin, do planifikoni pushimet, janë këto vendet ku mund të shikoni shumë pastër qiellin, yjet dhe ne në fakt nuk kemi nevojë të shkojmë kaq larg. Jo Shtetet e kemi Bashkuara, edhe këtu. jo Zelandi e Re. Në fakt Kemi parkun mjafton të kombëtar shkojmë të Shebenikut në përveç Librazh. Po. përveç kësaj në shumë gjire të vogla në jug, pamja është mahnice. Shumë e Unë, bukur, po kjo është vërtet. Këtë verë për herë të parë kam qëndruar në varg dhe kam parë vetëm për të parë qiellin dhe ka qenë pamja më e bukur në botë që nuk ka të paguar. Kështu që Ka një planifikoni pushime guide për të që të parë ndihmon yjet. edhe për këtë, po, është një nga format më të bukura të turizmit që po zhvillohet gjithmonë më shumë edhe më vjen mirë që po zhvillohet edhe në vendin ton, po duhet kesh atë informacionin paraprak për ato ditët e mira, thënë ndryshe se kur mund ta shohësh atë qiellin e pastër, madje edhe njerëzit që i bashkohen kësaj eksperience duhet jenë të shtrirë në tokë, Po, edhe e me sy vërtet. të lart nga qielli, kështu shijohet. Mua më pëlqejnë shumë këto termat që ju vendosin, astroturizëm. Astroturizëm. quhet, Shumë i bukur, Po domethënë. në fakt gjithmonë më shumë njerëzit duket sikur po preferojnë këto udhëtimet e qeta dhe të rikthejnë atë lidhjen me natyrën, qoftë për astroturizëm, qoftë njerëzit që duan thjesht të shkojnë në kamping apo të shijojnë në parqet, gjithmonë e më larg zhurmës apo ndotjes së qytetit. E çfarë nuk po shpik bota. Jo, këto aty Aty ishin ka s'po i gjë. shpik, Po, pikërisht, njerëzit pra. tani u Kthehen aty, kujtuam po. të Në një farë vlerësojmë. mënyre është një farë rishpikje edhe kjo, një rikrijim i historisë që në Zanafillën e vet. Ndryshe quhen si jo hotele me 5 yje, po hotele me Një qiell të hapur. Dhe Me më thënë, shiko, pafundsi yjesh. të kesh mundësinë të kesh këtë pamje mbi kokë. Të shtrihesh diku dhe të kesh Shumë e këtë bukur. pamje. Shumë Dhe e jo nuk bukur. flas për t'i vënë led te dhoma, se nuk quhen ato. Po, Kisha ka një dalë edhe Dhe ato. ato yjet me ngjitse që është lezetshme në Dhoma dhomat e fëmijëve. plot. Pse jo, kur mund të shkosh në natyrë, Unë jam edhe në nuk hapësirë, është as si pak e kushtueshme. Shko sa është bukur eksperiencë dukem, shumë e shikoni bukur. pak, shikoni pak Prit. në monitor, sikur jam në hapësirë. Sikur do flasësh për horoskopin. Fra. tani, Gaforrja. Tamam. Udhëtojmë drejt destinacionit ton të preferuar, sepse e përmendim vazhdimisht për faktin që ka shumë për të ofruar dhe është pikërisht Japonia. Në Japoni, rrjeti i trenave të shpejtësisë së lartë Shinkansen vazhdon të jetë një nga mënyrat më të preferuara për të udhëtuar përmes qyteteve. Këta trena lidhin destinacionet si Tokyo, Osaka, Kyoto, me një shpejtësi shumë të lartë dhe me një saktësi pothuajse perfekte në orare. Madje Japonia njihet edhe për rastet kur ka patur vonesa të vogla të trenit, ka dalë vetë kryeministri, vetë qeveria dhe kanë kërkuar falje për atë 1 minutë vonesë. Po, përveç kësaj unë pash edhe dje që një ministre ishte vonuar 5 minuta në mbledhjen e qeverisë, kishte kërkuar falje, kishte dalë, kishte thënë ju lutem më falni, do ta nuk di se si ta bëj që të më falni. Shpërblej. Të betohen. Edhe ata hiq dorë. Këto që kanë Terezi. Për turistët, udhëtimi Njerëz me Shinkansen është bërë një eksperiencë më vete që kombinon teknologjinë, komoditetin dhe efikasitetin japonez. Rrjeti Shinkansen është inauguruar në vitin 1964. Kokë më kokë me ne pas kanë qenë. Po, atëherë dhe ne inaugurojmë trenat. Çfarë bënim në atëherë kujtim në 64? Ndonjë kështu. Kooperativën, po, kishim shumë zhvilluar. Me rastin e lojrave olimpike të Tokios dhe sot përfshin mbi 2700 kilometra linja hekuruzore. 700.
që lidhin shumicën e rajoneve kryesore të vendit. Ne i kemi patur edhe jo është fare se s'kemi çfarë. Po si jemi nga këto njerëz Kemi makinën, e kupton? Kemi ç'bëjmë ne, do lidh kemi rajone. Hiqim me këto hekra që I jeni kurioz të dini shpejtësinë e këtyre trenave, trenat Shinkansen? 500, 400? Jo. 320 km/h është shpejtësia e këtyre trenave dhe udhëtimi patjetër bëhet më interesant edhe nga përpikmëria ekstreme. Mesatarisht vonesa vjetore të këtyre trenave maten më pak se 1 minutë. Në vit. Pak se 1 minutë vonese, kupton? Domethënë, ndërkohë këto autobusi do 45 minuta. Ka burr sepse Barsaletën e ditës sotme dhe unë kam me trena. Dhe u Këto lidhëm 2 bukur. ditë Shumë e ishin keni çuditshme. shepur me bukë me vete trenave. Është një rekord global sa i takon transportit hekurudhor, vonesa pra më e shkurtër, 1 minutë, më pak se 1 minutë në vit. Po ashtu sistemi konsiderohet ndër më të sigurtit në botë që nga fillimi i funksionimit nuk është regjistruar asnjë aksident fatal i shkaktuar nga përplasja e trenave. Për turistët ndërkombëtar, Japan Rail Pass e bën udhëtimin më tërheqës pasi u lejon të përdoren shumicën e linjave Shinkansen me një abonim të vetëm. Fantastike. Pra bën një abonim dhe ke akses në të gjitha Të linjat e gjitha. Shinkansenit. Hejrë. Brenda trenave, pasagjerët gjejnë sedilje shumë komode, hapësirë të bollshme për këmbët dhe shërbime të ndryshme, ndërsa pamjet gjatë udhëtimit shpesh përfshin edhe malin ikonik Fuji. Po kjo tani na i bën me sy Është çk. bota, tha, jemi dhe ne. Tamam. Po, e rëndësishme Vjen ai është që treni jemi kështu. aty dhe ne Vjen në ai botë. treni kështu ti se shikon më përpara ikën se sa vjen ai, e ke kështu. Të kalon. I bën bota këto shumë bukur. Bota Japonia veçanërisht, prandaj është kaq grishës e Japonia për të gjitha gjërat që Shumë. ofron. Është shumë moderne. Okej, unë tani nuk është se do t'ju çoj diku specifikisht, por do t'ju flas për platformën shumë të njohur të qerave kudo në botë, Airbnb, e cila po prezanton masa të reja për të ndaluar festat e mëdha në shtëpitë me qera. Që do të thotë, kompania po përdor teknologji dhe algoritme për të identifikuar rezervime që mund të përdoren për organizimin e festave, veçanërisht rezervimet për një natë të vetme, për grupe të mëdha ose nga përdorues të rinj pa histori rezervimesh. Kanë vënë re këto Që ju kanë shkatruar shtëpit njerëzit. po pra ju kanë shkatruar shtëpitë. abuzuar Të edhe. nesërme nuk e kanë gjetur shtëpinë ashtu siç e kanë lënë me Vrima në mure, vrima, po. me shenja, me televizor Shtëpia me rrota duke e marrë me vete. Dhe i kanë rënë mendjes ta kanë thënë, "Ore, ti shtrëngojmë një çik këto rregullat ne se si shumë i kemi liruar." Rezervimet mund të bllokohen automatikisht ose të kërkojnë verifikime shtesë nga përdoruesit. Platforma përdor analizë të dhënave si mosha e rezervuesit, distanca nga vetbanimi dhe kohë zgjata e qëndrimit për të vlerësuar rrezikun që një rezervim të shndrohet në një festë të pa autorizuar. Fillimisht u morën ca masa pas Covid-19-s, sepse sigurisht edhe kjo linja e Airbnb-s ra siç ran të gjitha këto anët e tjera të sektorit të shërbimit dhe të turizmit Shna kujtove Covidin. dhe e po mars jemi fiks u bën ja 6 Ka vjet. qenë fiks kjo periudhë, Po, po, kjo ka 6 qenë, vite. Po, 6 vjet më, 6 vjet. Që atëherë se morëm më vesh se si na ikën vitet. Kemi Po humbur është 2 vite është tem kot. tjetër kjo. Ikën, edhe pas si morën këto masat këta të kompanisë të Airbnb dhe të lëshimit të shtëpive me qera, domethënë pas Covid-2019-s, ran të gjitha këto incidente që kishin lidhje me shkatrimin e shtëpive ran në masën 50%. Por pastaj filluan prapë që t'i shtrëngonin sepse me sa duket ka njerëz të papërgjegjshëm që zgjedhin të organizojnë festa të mëdha dhe këta për këtë Ishte arsye nevojshme, po. kanë krijuar edhe një linjë ankesash Mikaela për fqinjët. Ua. Po kjo Po. linja më duhet mua. Që do të thotë, përmes kësaj linjës, komunitetet lokale mund të raportojnë zhurma, dëmtime të pronës Ka apo një numër probleme të telefoni, tjera, pra. po që lidhen me qerata fatshkurtra. E shikon ai që është fqinj me atë festën e madhe që po bëj po del ty nga E shtëpia. merr në telefon, E merr në alo. telefon. Hajde Bababum, tu si. Hajde më i thasë. Ma kalo pak të numrin e këtyre pastaj. Sipas kompanisë, qëllimi i këtyre rregullave është të krijohet një ekuilibër mes turizmit dhe jetës së komuniteteve lokale. Ndërkohë shumë qytete në botë vendosin rregulla më të forta për qerat afatshkurtra, duke e bërë menaxhimin e tyre një nga temat më të debatueshme në industrinë globale të turizmit. Duhen rregullat patjetër. Ky ishte edhe lajmi që vinte nga Airbnb dhe shtëpitë me qera afatshkurtra. Kujdesuni njerëz, mendoni sikur e keni shtëpinë tuaj, mbajeni pastër rregull, sepse është mirë kështu. Tregoni veten orë. Tregoni dhe edukatën edukatën tuaj, e pra. familjes. Këto ishin dhe lajmet nga Travel News, është Na momenti duhet që pak ne muzikë. Na duhet se
Patjetër. Edhe Një pak. këngë për kënaqësi. Music. Mirëmëngjes të gjithëve edhe një herë nga Mirëmëngjesi. Radio Travel 104.6 dhe nga ekrani Premium Channel është zgjohu po deshe si çdo ditë nga e hëna në të premte 7 me orën 9:30 dhe tani ka ardhur momenti që ne të diskutojmë dhe të flasim, të debatojmë, të rrahim mendimet tona mbi temën e ditës, që në fakt është shumë interesante, shumë e bukur. Nada e tha pak në hyrje të emisionit, idhujt që thyen rregullat. Kush është personazhi që ju ka frymëzuar? Dhe me këtë miku Të rëshkiti pak letra. Se po thoja pra që kush i theu rregullat edhe Isa thash po e bër. po i thyej edhe unë Ishte rregullat. një tentativë për të bërë idhull. Më vjen ndërmend një shprehje shumë e bukur në fakt që thot njerëzit që kanë ndryshuar botën, që kanë bërë gjëra që kanë qenë të paparashikueshme më përpara, janë ata që jo se kanë ndjekur rregullat, por që i kanë Kanë qenë sfiduar, rebel. i kanë sfiduar ato rregulla në mënyrën më të hapur, më të guximshme, të mundshme, sepse për ndryshe nuk bëhet, nuk mund të ndryshosh një gjë që ty nuk të pëlqen nëse nuk guxon së pari të mendosh ndryshe dhe të veprosh dhe jo vetëm ta kesh në mendjen tënde atë gjë. Pra je dakord me idenë që për të qenë patjetër idhull dhe njeri i suksesshëm edhe për të bërë frymëzim për pjesën tjetër të botës, duhet me patjetër të jesh rebel. Jo domosdoshmërisht kjo Pak gjëja. po, sepse po ta mendosh shumë personazhe që quhen idhuj ditët e sotme, dikur në kohën e tyre mund të jenë konsideruar le të themi problematik. Kjo është e vërtet, shumë e vërtet. Në fakt po të kthejmë kokën mbrapa dhe të shikojmë shumë figura historike. Kanë qenë gjithmonë njerëz që janë anat e muar ata që e kanë çuar botën përpara. Kanë qenë njerëz të cilët kanë guxuar të mendojnë ndryshe, kanë qenë njerëz dhe këtu po flasim në fusha të ndryshme, nuk po flasim vetëm në art, flasim në shkencë, flasim në Në industri, çfarë do lloj drejtimi? Biznes, Po. patjetër. në biznes dhe kështu me radhë. Ja, Pra, njerëz që qenë kanë sa njerëz- menduar ndryshe dhe kanë guxuar të veprojnë edhe kur njerëzit i druheshin e vetëm rregullave edhe ligjeve, po edhe vetes së tyre. Ajo frika që të mban që ndoshta nuk do të funksionojnë, ndoshta nuk do të ecin, ndoshta unë nuk do të bëj mjaftueshëm, ndoshta njerëzit nuk do të më përkrajnë edhe nuk do ta pëlqejnë punën time. E njëjta gjë për shembull ka ndodhur me ata që janë sot mogulët më të mëdhenj të teknologjisë. Flas këtu për Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Warren Buffett është një ndër ta njerëz shumë të suksesshëm, të cilët nisën me ide minimale. Jeff Bezos i Amazon për shembull, ishte njeriu që e nisi duke shitur libra. Pra i kishte një magazin të tij ku mbante aty pafund libra dhe filloi ti shpërndante përmes deliveryt, pra njerëzit porosisnin dhe asnjëherë nuk e kishte menduar që kjo gjë do të merrte për masa të mëdha. Ishte globale. një biznes i vogël, familjar, gruaja e tij e ndihmonte hera herës dhe ata besonin që gjithë jeta e tyre do të ishte kështu dhe fitimet do të ishin minimale. Derisa në momentin një shkëndij erdhi dhe tha, "Di çfarë, unë duhet të shes më shumë gjëra. Njerëzit kanë nevojë për më shumë produkte" dhe ajo u rrit dhe sot ai është një nga njerëzit më të pasur në botë. E njëjta gjë me Mark Zuckerberg, atëherë kur platformat nuk njihen fare, këto platforma që ne edhe Përdorim Franci sot e sidomos kësaj i dite. paragjykon edhe nuk i preferon, ishte forma më e avancuar e komunikimit. Një grup studentësh të mbyllur në dhomën e tyre, zakonisht garazhet kanë qenë ato Po. pikat e takimit edhe të frymëzimit, që thanë, "Di çfarë, ndoshta duhet një platformë për dating." Që të rinë të njihen me njëri tjetrin, por vetëm nga puna e tyre ata kuptuan se sa e rëndësishme ishte dhe sa njerëz ju bashkuan idesë të tyre, duke i bërë sot këto platforma të gjenerojnë fitime pafund, sepse patjetër që janë monetizuar dhe kemi Facebook, kemi Instagram e platforma të tjera shumë të njohura, pra rrjete sociale. Përveç kësaj, këto lëvizje dhe këta njerëz edhe sot e kësaj dite kanë frymëzuar të rinj. Për shembull, bëjmë në atë rubrikën e startupit, ka Po. njerëz të cilët i kanë si modele frymëzimi referencë, pikërisht vërtet. këto që ti na Ada po thua, që aq më tepër sot kur ekonomia është bërë shumë e hapur, tregu është ka vend për të gjithë kur e mendon, edhe mjafton që ti të kesh një ide origjinale, kreative dhe shumë të bukur dhe mjafton që të guxosh dhe mund ta bësh. Dhe Bashkangjitur kësaj, pra të Po. qenurit origjinal për t'ju bashkuar mendimin tënd, unë them që duhet të jesh edhe i çmendur. Duhet të jesh O, Guximshëm konkret. të paktën, Po, minimalisht i që guximshëm. të thuash, po nuk më intereson nëse njerëzit mendojnë apo jo si unë, nuk më intereson nëse rrota është shpikur, unë do shpik rrotën time në formën time dhe do vazhdoj të këmbgul tek ajo gjë. Dhe ka pafund raste që ndoshta thjesht nga këmbgulja e tyre kanë arritur të bëhen frymëzim për pjesën tjetër. Ndoshta jo nëpër masa globale, po ndoshta edhe për komunitetin ku Ju jetojnë. vet keni një personazh që ju ka frymëzuar? Ndoshta jo deri tek termi i idhull, po një farë shtyse, një farë frymëzimi apo keni ndjekur modelin e tij të saj? Që të ndjek modelin, nuk e besoj,
sepse e di që historia e vërtet asnjëherë nuk dihet, pra nuk e di nëse do më pëlqenin si njerëz, se unë kam shumë të rëndësishme këtë, krahasimisht me sukseset e tyre. Po së fundmi un kam parë filmin dedikuar Edith Piaf. Okay. Edhe fakti që ajo është bërë frymëzim edhe idhull, ka qenë autenticiteti, pra originaliteti. Një grua e cila erdhi nga rruga edhe u bë një këngëtare shumë e njohur për shkak të zërit të saj, fakti që i këndonte dashurisë edhe nuk ndishte modelet që ishin vërdall. Ajo donte të ishte ajo. Kishte një çik problem me pijen, po çon si ka kjo, si çdo njeri ka ato tenet e veta. Po mendoj që është artiste shumë e madhe dhe ka mbetur në histori pikërisht për këtë arsye, sepse zgjodhi të ishte vetja e saj më të mirë dhe më të këqijat dhe vendosi rregulla. Domethënë edhe moda duket sikur u përshtat në stilin e saj me modelin e flokëve, me ato vetullat e holla. Ka qenë një nga këngëtarët më të preferuar dhe më të përzgjedhura të asaj kohe. Unë në fakt do them dy shembuj që i kam shumë afër dashurive të mia, që është aktrimi patjetër dhe letërsia. Po e nis me letërsinë, Gabriel Garcia Marquez, shkrimtari i madh, kur ka shkruar 100 vjetëve të mi, kryeveprën e tij njihet si një nga baballarët e realizmit magjik, atij drejtimi letrar shumë të bukur që mori letërsia dikur dhe që vazhdon edhe frymëzon shumë shkrimtar të rinj edhe sot e kësaj dite. Ai ishte i bindur në atë produkt dhe në atë gjë që ai kishte bërë mirë, por nuk kishte mundësi që ta botonte librin. Dhe bashkë me gruan e vet, ajo Mercedesi, ajo shiti të gjitha ato rendite veta, bijuteritë veta që ata të mundin të jetonin me njëri tjetrin derisa të dilte libri. Dhe kur libri ka dalë, sigurisht ishte një boom i madh, mori famë ndërkombëtare, libri u përkthye në të gjitha gjuhët e botës dhe qëndron edhe sot e kësaj dite si një nga librat më të mirë të letërsisë të shkruara ndonjëherë. Por ama ishte Gabriel Garcia Marquez guxoi që të shkruante ndryshe, por guxoi dhe që të ishte, si thua, i bindur në gjën që do bënte. Dhe për mua qëndron një shembull frymëzimi gjithmonë sa i takon letrarëve të rinj dhe faktit që edhe në shkrimtari mund t'ja dalësh kur ti je all in, do thoshit ju, 100%. Dhe shembulli i dytë është një nga aktorët e mi të preferuar, Matthew McConaughey. Po. All right. Nuk e di a e keni lexuar, ai ka një libër shumë të bukur që quhet Green Lights dhe flet për semaforët jeshil të jetës së njeriu, se si ti duhet të kesh guximin dhe të jesh, si thua, shumë i qartë dhe i kthjellët për ti ndjerë dhe për t'i parë semaforët jeshil në jetën tënde. Dhe Matthew McConaughey ka qenë nga ata aktorë në industrinë e Hollywoodit që ka refuzuar oferta miliona dollarësh sepse nuk donte që të bënte më filma që janë ai bukuroshi tipik, këto filmat e thjeshtë, sepse kërkonte pra ndonjë vlerë të madhe apo mesazh të fortë. Pikërisht, ai kërkonte që të luante role impenjative. Role që atë e plotësonin shpirtërisht dhe ai në një moment jetës së vet, madje vite të tëra kur kishte edhe një familje për të mbajtur sepse ishte martuar, kishte lindur fëmijë, ai refuzoi oferta sepse ishte i bindur që dikur do t'i vinte ajo gjëja që ai donte, derisa dikur ndodhi dhe kjo dhe bëri filma që edhe sot e kësaj dite kanë ngelur hit, Interstellar për shembull. Ai është shumë i pranishëm me audiencën edhe përmes intervistave dhe mua ndonjëherë më duket më interesante një intervista se sa si aktor në filmat që i kam parë, sepse jep mesazhe shumë të mira, ose të paktën unë e gjej veten aty dedikuar familjes, vlerave njerëzore, parimeve që duhet të ketë njeriu në jetë dhe ti kupton që ky njeriu ka patur një rrugë shumë gjatë për të arritur deri këtu, është maturuar edhe sot di të flasi, di të shpjegohet, ndonjëherë për mua këta janë ata njerëzit që unë do t'i konsideroja modele suksesi, që vinë afër realitetit, janë me këmbë në tokë, edhe sado lart të ngjiten janë aty me njerëzit për të thënë që jemi të ngjashëm fundi edhe le të bëjmë gjërat mirë për sa kohë jetojmë këtu të gjithë së bashku. Por janë njerëz, më fal. Jo, pa problem. Jo, thjesht këtë do thoja që kanë një emërus të përbashkët që lidhet edhe me temën tonë. Janë njerëz që kanë guxuar dhe nuk kanë pasur frikë të bëjnë gjën e tyre, ta çojnë gjën e tyre deri në fund, në të gjitha këto fusha që ne po flasim. Kjo është shumë e rëndësishme. Të guxosh dhe të shkosh deri në fund. Ndonjëherë qëllon të jesh edhe në vendin e duhur, në kohën e duhur. Edhe kanë shfrytzuar mundësitë, sepse patjetër që ka njerëz të guximshëm, po jo çdo budallaj mund t'ia vëm emrin idhull, ë. Ka njerëz që thojnë rregulla pafund dhe janë aty në ekran çdo ditë, po jo detyrimisht bëhen idhuj dhe janë të rëndësishëm për të respektuar në këtë nivel. Unë në fakt kur mendoj termin idhull, nuk e mendoj kaq
gjithëpërfshirëse le të themi për të gjithë këto personazhet e njohura, sepse jo domosdoshmërisht idhull duhet jetë një personazh i njohur apo një figurë ekrani, arti, çfarë do lloj. Për mua idhujt e vërtet janë ata që të frymëzojnë në përditshmëri. Dhe pavarësisht se kam pasur personazhe gjatë gjithë jetës që i kam pëlqyer, i kam ndjekur, mendoj se idhulli i vetëm ka qenë është dhe do të jetë babai im. Për njeriu që ishte, sepse është shumë vështirë sot të jesh njeri, për shpirtin që kishte, për bashkëshortin, për prindin dhe çdo vlerë tjetër që ka përçuar. Dhe mbi të gjitha për faktin që me humbjen e tij, ne kemi mësuar se çfarë do thotë jesh grua e fortë, e hekurt, kështu që automatikisht idhull bëhet edhe mami. Dua shumë. Të tani filloj mërzitem unë dhe çaj. Gëzuar 8 Marsin, prapë. Dhe mendoj se janë shembuj të tillë, të cilët realisht na frymëzojnë në jetë. Pavarësisht se në sipërfaqe ne mund të shikojmë këtë shkëlqimin, dritat e projektorëve të personazheve të njohur, po dhe ato personazhe të njohur dikur, përpara se të ishin ato që janë, mund të kenë pasur idhuj prindrit e tyre, mund të kenë pasur një shok, një shoqe që i ka frymëzuar dhe i ka shtyrë të ecin përpara. Për të dalë nga realiteti ku kanë qenë. Kështu që ta shohim pak më ngushtë, pak më brenda rrethit ton sepse ka idhuj edhe aty. Kjo është e vërtetë. Shumë e bukur. Prit sa do thoja unë tani se më do fillojmë të qajmë. Përshëndrove Mikaela dhe isha i gjithë i fokusuar tani dhe po mendoja diçka por më iku për momentin. Një punë, një gjë që kishte. Do të thojë diçka edhe ti për dikë që frymëzon. Jo, do lidhesha me atë që tha Mikaela, që herojnë ndonjëherë ata që guxojnë edhe të mendojnë ndryshe dhe kështu me radhë, edhe idhujt tan gjenden edhe në përditshmëri. Robin Sharma është një autor që unë e dua shumë, është autori i librave të zhvillimit personal, është shumë i mirë për mendimin tim. Kjo është një bindje personale. Ai ka një libër të titulluar Heroi i përditshmërisë dhe jep shembull nga jeta e përditshme se si njerëz të thjesht guxojnë, ja dalin, të mendojnë edhe vetëm për çastin, jo ndonjëherë kështu gjëra shumë të mëdha, ama janë atje, janë për njëri tjetrin, janë për komunitetin. Po ne marrim të mirëqen këtë, edhe hutohemi nga i shkëlqimi që përmendi Mikaela i ekraneve dhe i tapetëve të kuq, po është shumë e bukur kur ti arrin ta kuptosh të gjën që modelet i ke në familje dhe i ke aty dhe prapë për ta kundërshtuar një çik të fenomenin e të paturit idhuj që unë nuk e gjej veten realisht që të adhuroj dikë aq shumë sepse nuk e di në të vërtetë se si është si njeri dhe sa aksese e ka patur në jetë. Ndonjëherë për disa rruga është shumë e lehtë dhe prandaj ata e kanë më të thjeshtë edhe të shkëlqejnë, sepse asnjëherë nuk kanë rënë në tokë, gjithmonë kanë qenë nga një shkallë në një shkallë tjetër, në një shkallë tjetër dhe kanë qenë aty. Dhe ndonjëherë disa modele të imponohen, por siç e përmendet ti, që je krenare për babain tënd, për modelin që ai ka lënë pas edhe për vajzat që ai ka sot, unë kuptoj që dhe në familjen time qëndron në njëjta gjë. Pra saçi di unë vuajtjen e prindërve të mi, apo të vllait tim, apo të punatës time që mund të jenë përballur me gjëra pafund, unë nuk e kuptoj dot realitetin e një idhulli që thjesht shkruan një libër për atë gjën, sepse unë nuk e di sa komode e ka patur jetën. Kështu që janë të dyja variantet. Ka njerëz që i vlerësojnë edhe ata personazhet shumë të famshëm edhe të arritur edhe që ndër vite respektohen për guximin që kanë patur sepse kanë thyer rregulla dhe kanë vendosur standarde të reja për ta bërë botën një vend më të mirë, uroj edhe shpresoj. Po ka edhe të tjerë që thonë di çfarë, unë dua të ndjek modelin e familjes time dhe të bëj më mirë, të frymëzohem edhe duke gjetur gabimet aty, se ndoshta ky personi mund të jetë ai që do shkëlqejë nesër. Është një shprehje që mua më pëlqen shumë dhe thotë ne asnjëherë nuk e dim se kë frymëzojmë. Ndonjëherë mund të jemi ne shembulli që frymëzojmë disa njerëz të tjerë, kështu që duhet bëjmë më të mirën tonë. Për të mos i lënë minjan ca figura që unë i kam shumë për zemër dhe kanë lidhje me sportin, i pari është Sir Lewis Hamilton, është piloti Formula 1-shit, garon me Ferrarin. Ai ka pasur një jetë goxha të vështirë, i ati i vet kur ai ishte i vogël që t'i mundsonte Lewis Hamilton të ishte pjesë e këtyre kampionateve që bëheshin atëherë në kategoritë më të ulta derisa të shkonte në Formula 1. Detyrohej që të punonte disa punë dhe Lewis Hamilton 7 herë kampion i botës sot. 7 herë kampion i botës sot ka qenë njeri që ka frymëzuar të gjithë njerëzit që kanë dashur që të merren edhe me sport, edhe me Formula 1, ata adhuruesit e shpejtësisë edhe kështu me radhë. E ndërkohë për gocat, për adhurueset e modës edhe të gjërave të bukura, do të edhe Cristiano Ronaldo ka, të gjithë e din. Cristiano e dim të gjithë, vazhdon ngelet stoik on top. Patjetër. Po ndërkohë Coco Chanel ka thyer rregullat e modës dhe ka ndryshuar mënyrën se si visheshin gratë dhe janë rregulla që i ndryshoi ajo aso kohë dhe ne i rikthehemi vit pas viti dhe e vazhdojmë ndjekim të njëjtën modë me të cilën ajo na frymëzoi. Kemi gjithashtu Nën Terezën, që nuk mund të lëm pa e përmendur, e cila hoqi dorë nga çdo gjë për t'ju përkushtuar bamirësisë dhe ndihmës së njerëzve në nevojë apo fëmijëve të sëmurë.
mendoj se më idhull se kaq. Jo, të sakrifikosh gjithë jetën. Po ndonjëherë ka idhuj të mëdhenj, vite më parë, marr rastin e Nikola Teslas për shembull, që ka frymzuar atë që është sot njeriu më i pasur në botë, Elon Musk. Aty mori shkas ai që të ndërtonte Teslën e famshme, që është një nga makinat më të veçanta që ecën sot nëpër rrugët e botës, pikërisht sepse për të ishte modeli i njeriu të këmbgulës, i njeriu të zgjuar, që donte vetëm e vetëm të zhvillonte botën dhe mendonte tek teknologjia. Atëherë kur njerëzit ecnin me kuaj dhe nuk dinin se si ti bënin kuajt më të shpejt, Nikola Tesla tha po ndoshta duhet të ndërtoj makina. Pra, një gjeni frymëzoi dikë që ne tashmë e quajmë gjeni. Një gjeni tjetër, kështu që ndodh edhe kjo. Varet ku i gjejmë burimet e frymëzimit. Mendjet e mëdha mendoj njësoj është një shprehje, por ndonjëherë mjafton vetëm të jesh mendje e madhe që të frymëzosh miliona mendje të tjera që nuk kanë guximin të besojnë tek vetja e tyre. Mund mendoj se gjithashtu është e guximi, se sa je i aftë ti që të guxosh. Dhe me këtë e mbyllim këtë diskurs kaq konstruktiv, por jo temën sepse pastaj mendimet mes nesh. Kemi një tuar shumë interesant që mezi po e presim të gjithë në studio. Po e di çfarë është më e bukur se e dëgjoj tek brezi i ri shumë sot që ju kthehen figurave historike. Skënderbeun e duan shumë, edhe mua më pëlqen si gjë dhe e respektojnë si figurë kombëtare. Kjo ka shumë debat në Ada. Pse? Po sepse më duket ndonjëherë se është thjesht një trend që ne kemi Skënderbeun edhe hajde se. Jo, përkundrazi, në krahasim me moshatarët e tyre të cilët përqejnë apo ndjekin emra të cilët nuk kam ndonjë dëshirë të madhe të përmend, pra nga këto kategoria TikTokut, këto të tjerët janë të paragjykuar që pëlqejnë Skënderbeun. Janë të paragjykuar dhe deri diku të bullizuar, kështu që nuk është trend, jo. Sikur, okay, mua më pëlqen që i rikthehemi historisë edhe njerëzve që kanë lënë një gjurmë shumë të madhe, sepse pa të as kombion nuk do të ishte. Unë besoj shumë që ata kanë lexuar historinë dhe prandaj frymëzohen aty, jo për shkak të një trendi. Pse do duhet ishte trend Skënderbeu? Po sepse hero kombëtar, vetëm atë njohim edhe kështu me radhë. Se di, është qofsha unë i gabuar. Më duket sikur thjesht fakti që është një hero kombëtar dhe e njohin të gjithë, është një nga figurat mbase më i njohuri, a priori e bën që të jetë trend për të gjithë ata të rinj. Shpresoj që të mos jetë kështu. Nuk ve dorë në zjarr, ka shumë të rinj që janë vërtet talentuar edhe që frymëzohen edhe nga figura të tilla, por po e bëjnë edhe tatuazh, gjithmonë më shumë. Po, pikërisht. Kjo është tek trendet. Kaluam në rubrikë tjetër. Okej, një moment të dy trendet. Pjesën e parë të temës. Muzikë, edhe shihemi, dëgjohemi pas pak. Me të ftuarin ton pas pak. Mirëmëngjesi, Mirëmëngjesi. Po flasim për thyrjen e rregullave, po unë dështova mikrofonin tani se miku. Nisëm të thyer sot. Po hajt mos thyrja e rregulli është ajo? Po, thyrja e rregulli është edhe kjo. Me ble vetë të ri pastaj, po mos e vri mendjen. Dhe ju tham, po. Tete sa është ora? Si s'më pyeti njëri. 8:19 minuta, rikthehemi në studio për të vazhduar temën që nisëm sa i takon idhujve, modelet që na frymëzojnë, që ndoshta mund të jenë personazhe shumë të njohur që kanë bërë ndryshime në të gjithë botën, kanë thyer rregulla, po ndonjëherë idhujt mund t'i gjejmë edhe fare pranë në familje, në lagje, në komunitet. Kemi një personazh i cili ka vetëm një kërkesë të vogël, ju lutem mos më prezantoni me pompozitet. Thot Aldo Marku, ju e njihni. Regjisor, mirë se ke Mirëmëngjes. Aldo, mirëmëngjes edhe kënaqësi që je sot në Zgjohu po desha. Faleminderit për ftesën. Shiko, koha është relative në fakt, se për sapo tham që është koha 8 sa minuta ishte, po për mua dihet si ora 6 për shkakun. Është totalisht relative. Varet kur ke flet një natë më përpara. Se di si ja bëni, nuk e di kush është sekreti juaj që jeni kaq energjik në mëngjes. Është çauma jon, po nuk e tregoj. Okej. Jemi nga natyra. Ja, e nisim direkt me një pyetje, për shembull, ti beson se të gjithë njerëzit që kanë një qëllim duhet të rrinë edhe pa gjumë nëse duan patjetër ta realizojnë atë gjën që kanë nevojë? Si më thën, gjumi nuk e marrin fare parasysh. Oraret nuk i marrin fare parasysh, por janë njerëz që shikojnë vetëm fundin atje, finishin për ëndrat e tyre. Franc, unë kam lexuar shumë literaturë për sa i përket, po themi, rregullave të suksesit, Chelsea të suksesit dhe gjithë të tjera, dhe i gjë që kam kuptuar që nuk ka rregull. Do të thonë, secili krijon rregullat e veta, dikush ka disiplinën, dikush ka efektin ortek, pra nis një dëshirë e çon deri në fund me atë vrull, me atë energji. Kështu që rastit nuk i ngjan, unë mendoj që secili duhet gjetë rrugën e vet që funksionon për të. Tipit, dikush ka një orar caktuar dhe thotë, okay, nga ora kaq deri në kaq do ulem do shkruaj, do ulem do mendoj. Nëse dikush tjetër është duke menduar non-stop, gjë që unë mendoj që është zauruese, është shumë e rëndësishme, se shumë një nga gjërat që ndodh shpesh është edhe në shoqërinë sot, domethënë janë këto
fenomeni i ankthit po themi apo i qoftë i depresionit, domethënë unë mendoj që kjo ndodh se njeriu nuk merr kohë për të qenë grounded, për të qenë me këmbë tokë edhe për të jetuar dhe momentin. Për shembull unë tani sa mbarova xhirimet e filmit, po ishte shumë e rëndësishme për mua që hera herës të ndaloja dhe Të merrje isha një prezent, pauzë, të merrje sepse frym. të konsumon je non stop duke menduar për atë gjë, kështu që është delikate, varet në çfarë nivelesh obsesioni po flasim, është E qartë. Varet nga Aldon, personi që gjithë ke. çfarë ke lexuar, studiuar apo parë, cili është ai personazh që të ka frymëzuar apo ka ndikuar realisht tek ti? Dhe në rrugtimin ndoshta që ti zgjodhe për të qenë regjisor. Shiko, unë e pash temën edhe është i pyetje që nuk e është si të më pyesësh kush është regjizori i preferuar. që Kush është janë regjizori shumë, i po nuk preferuar? është një. Kështu që janë disa, janë pafund. Tamam. Kush më ka inspiruar, unë përpiqem gjej inspirim te kushdo, te ju, tek personat brapa kamerave, te kushdo, për të parë vlerat caktuara dhe për t'i vjedhur. Apo qoftë edhe vlerat këqija dhe për të mos i marrë. Mendoj që inspirimi është ndryshe në moshë të ndryshme. Për shembull në këtë moshë jam tani, më dalin shpesh ca histori të regjisorëve apo qoftë të aktorëve apo të artistëve të tjerë, të cilat rezonojnë më shumë me mua në këtë moshë caktuar. Sepse kur flasim për të arritur diçka për një qëllim apo për qoftë edhe për të arritur diçka që ti vërtet e do, nuk ka një rrugë që është e njëjtë për gjithë. Që do thotë dikush se sot është kthyer gjithçka si garë. Edhe nëse dikush fiton, starti nuk është i barabartë. nëse dikush fiton Oscar 20 vjeç, dhe dikush tjetër fiton 40 vjeç, domethënë a e bën më të mirë këtë personi që e ka fituar 20 vjeç se ky 40 vjeç? Kështu që nuk mendoj që duhet shikohet në kontekstin gjithmonë kush e deli pari apo për shembull, t'jap një rast, Denis Villeneuve, që është një nga regjisorët e mi të preferuar. Denis Villeneuve kishte një histori shumë interesante, i cili kishte bërë 2 filma deri në moshën 34 vjeç, dhe pastaj kishte ndaluar për 8 vite për të mos bërë asnjë film tjetër, sepse ndjente që imazhi dhe vizioni që ai kishte në kokë nuk po e përkthente dot në vizuale, pra në film. Edhe tha, nuk do bëj më film derisa të mendoj që un jam gati që këtë që kam në kokë ta përkthej në film. Dhe neti 8 vite në shtëpi, stay home dad. Gjë që për dikë tjetër mund të jetë dështim, dhe tani Denis Villeneuve për 14 vite të tjera të jetës Ka bërë është kryevepra, po. Kushdo që e njeh është Ti vetë ke patur ndonjëherë këtë fazë? Një fazë që ke zgjedhur të tërhiqesh pak për t'u rikthyer ndoshta me ide më të mira. Po e ndjej që e kam nevojshme këto kohë. Domethënë ndjej që kam nevojë për një pushim, për të ulë dhe Këto kohë se ke kopsitur filmin. Po, ndjej që kam nevojë për një rikthim, domethënë për të u rikthyer edhe një herë leximit, edhe një herë studimeve, për të rikthyer student edhe një herë, paktën për një vit, sepse është e pamundur që të avancosh nëse je vetëm duke punuar. Mendoj që njeriu ka nevojë edhe për reflektim, për të kultivohet sërish, të rikultivohet apo të vazhdojë të kështu që është shumë e rëndësishme. Është me faza. A mendon vërtet Aldo që mund të krijohen idhuj sot në këtë botën e rrjeteve sociale ku jetojmë që gjithçka gjykohet shumë shpejt edhe të gjithë janë vetëm duke prodhuar dhe janë aty gjatë gjithë kohës? Patjetër që po. I gjë është shumë e sikletshme që mendoj unë që e ndan atë kufirin midis vërtetës dhe jo të vërtetës, sepse të gjithë they are trying, domethënë po përpiqen të tregojnë anën e tyre më të mirë. Ka një show off. Për shembull është ky fenomeni sot që është kjo fake modesty, domethënë jesh kështu modest fake, vetëm për fasadë, sepse të jesh Të bësh si njëri i modest përulur me këmbë është në vlerë tokë. dhe shumë njerëz përpiqen të duken si modest ndërkohë që s'janë në të vërtetë. Kështu që te ky kufi është natyrisht është e vështirë që ti gjesh një idhull. Ke dikën në mendje kur e thua këtë? Jo, flas si fenomen, është si fenomen botëror. Domthonë dëgjoj shumë shpesh që shumë njerëz si neve i shikojmë nga rrjetet sociale dhe na duken si shumë humble dhe shumë modest, nga ana tjetër ke histori të vërteta për ata që janë njerëz më të këqij në botë. Domethënë janë të këqij me stafin, janë të këqij me njerëzit, janë të këqij me shoqërinë, domethënë janë negativa po themi. Dhe ne se dim. Dhe ne nuk e dim sepse ai të shitet si personi më humble, sepse funksionon. Aldo, kur flasim për thyerje rregullash, çfarë do konsideroje ti sot një njeri i cili thyen rregullat dhe guxon të mendojë ose të bëjë diçka ndryshe që nuk është Dhe parë është me patjetër e domosdoshme për të krijuar diçka të madhe. Sepse duket sikur nëse ti thyen rregullat, atëherë po, mund të krijosh diçka që do lërë gjurmë, do lërë shenjë. Shiko, thyesh rregullat është gjithmonë e guximshme, varet në çfarë konteksti po flasim, nëse duam të kalojmë kufit apo jo, po të thyesh rregullat mendoj që do jetë gjithmonë aty si opsion për ta
për ta kapur, për çdo që ka pak guxime dhe don të rrezikojë, edhe don një lloj shortcuti për vëmendje, po themi. Nëse bëhet fjalë për këtë, nëse bëhet fjalë pastaj për thyer rregullat në aspekt artistik, rregullat janë bërë për të thyer. Duhet i njohim rregullat që ti thym si fillim. A ka të bëjë sot thyerja e rregullave me banalitetin, vulgaritetin? A është kjo e të guxuarit sot? Këtë thënë ky është konotacioni më i keq i thyrjes thyrjes. Domethënë Kam përshtypjen këto janë ato që nuk i njohin, jo më të arrin të thyejnë. Po e vërtet, po. Dhe është shumë bukur, duhet i njohin si fillim rregullat, pastaj. Shiko, Po janë ata që marrin vëmendjen. Është pak është mëngjes për të qenë kështu, për të qenë pesimist, po kemi rënë në këtë kulturën e clickbait culture dhe domethënë për të bërë clickbait, pra domethënë ky kurthi për klikime kërkon që të bëhen gjëra super ekstravagante dhe super. Kështu që përdesa kemi rënë pjesë e këtij kurthi ekstremi vetëm të vazhdoj, duke bërë gjëra që janë jashtë normales. Po si do t'i njohim ne idhujt e sotëm atëherë kur gjithë na duken gati një lloj. Kush janë njerëzit që do dalin mbi të tjerët, do guxojnë, edhe do frymëzojnë edhe njerëz të tjerë, se mua më duket gjithmonë më shumë sikur kemi gjithmonë më pak modele. Nga që nuk arrim t'i dallojmë në këtë kulturën që pikërisht i po thua. Do ta kuptojmë pas shumë vitesh kam përshtypjen. Nëse përgjet idhuj, domethënë nëse dikush se po kjo pyetje për shkak çfarë do të bësh një jetë, do të bëj lek. Kjo është përgjigje më abstrakte dhe më e gabuar. Kush është idhulli jot bankomati? Nëse dikush thotë dua thjesht bëj lek, atëherë idhujt e atij do jenë kushdo që ka lek. Po. Nuk do i interesojë as si i ka bër, as ç'a prezanton, as ç'a përfaqëson. Që në këtë aspekt, nëse shoqëria sot do kërkoj vetëm idhuj që janë të famshëm, le të themi, po jo për çfarë janë të famshëm, atëherë i bie që ka bërë kompromis me veten që nuk i intereson fare rrugtimi. Pra sot je i suksesshëm vetëm nëse ke para, nëse ke bën lek. Është ky lloj perceptimi, fatkeqësisht. Është ky lloj perceptimi. Unë mendoj që është suksesi pastaj vjen leku, nuk e dikton leku suksesin, e dikton suksesi lekun, po ai është shihet e kundërta. Ke lek je i suksesshëm. Jo, je i suksesshëm dhe vjen leku. Se dolem te leku. Se duhet jesh lodhur për të bërë ato para. Duke u rikthyer pak në profesionin tonë, si regjisor. Cili ka qenë, nëse ka ndodhur, një rregull kinematografik që ke ndjerë të nevojshëm ta thyesh? Rregull kinematografik ta thyej, unë nuk mendoj që kam thyer akoma rregull kinematografik. Jam herët në rrugtimin tim, unë mendoj që po perfeksionoj atë toolkitin tim, atë valizhen e veglave që çdo regjisor e ka atë craftin, po themi që ne e quajmë. Dhe në moment që të perfeksionoj atë, mendoj që mund të bëhem gati të thyej rregulla. Jemi në një industri që nuk e ke shumë luksin për të thyer rregulla, sepse filmi kushton shumë edhe për të bërë një film. Nuk e ke shumë luksin që urdhëro këtë valizhe me lekë që të thysh ca rregulla. Çfarë fiton ai personi që dha valizhe me lekë këtë fjalë. Kështu që unë po operoj tani në po themi në tregun privat, në industrinë private të filmit, e cila është vetë gjeneruese e fondeve dhe del në kinema për publikun masiv. Me shpresën për të rezonuar te populli dhe për të qenë një film që edhe është dinjitoz, por në të njëjtën kohë është edhe zbavitës dhe entertaining business. Kështu që për thyer rregulla po flasim për rregulla ndërkombëtare, botërore apo për rregulla lokale. Po flasim njëherë për këto tonë. Nëse është për këtu për shkakun, për kinematografinë shqiptare, rregulla që ti mund t'ia kesh vendosur vetes. Aldo, duke qenë se ti je regjisor edhe së fundmi po investohesh shumë në kinematografi, me filmat që po prodhon, cili është qëllimi? Kërkon Aldo të frymëzojë dikë? Po, me thënë drejtën po, unë kërkoj që të frymëzoj të gjithë persona që shkojnë kinema për të parë që mund të bëjmë më mirë. Domethënë me gjithë modestinë, mendoj që në Shqipëri ka shumë hapësirë për përmirësim dhe për të rritur nivelin e filmbërjes dhe të realizimit të një filmi, kështu që sërish me gjithë modestinë, gjithë dëshira është për të frymëzuar një publik që të dalë me një dëshirë, pse jo një kinast i ri që thotë okay, ky lloj filmi më pëlqen më shumë, do doja që të operoja në këtë lloj zhanër apo në këtë lloj forme bërje filmi dhe rezultati po themi dhe po. Tani po shikoja dje se nuk rri dot rehat pa thënë një pyetje dhe pa bërë një pyetje për inteligjencën artificiale, se një platformë kishte nxjerr. Po para se të shkojmë tek ajo, Franc, të lutem, se kam një kuriozitet për që e kanë të gjithë shqiptarët. A jetohet dot me këtë profesion, me filmbërje në Shqipëri? Si çdo profesion tjetër, unë mendoj që është industri e madhe. Si çdo profesion tjetër, unë mendoj që pjesa e suksesshme është 5 ose 10%. Si çdo profesion tjetër. Unë mendoj që është si një rregull i pashkruar që çdo profesion ka një 10% që janë të suksesshëm
mund të jetë një 50% tjetër që jetojnë dhe është një 40% tjetër që mbijetojnë. Nëse bën sens llogaria. Kështu që a hyj te 10%-shi? Aty po tentoj gjithkohë si të jem te 10%-shi. Drejt asaj rruge. Po. Franc, Inteligencë me inteligencën artificiale. artificiale se e di që s'të ndajt shpirti. Jo se s'më shpirti, po më bëri shumë kuriozitar se lidhet edhe me profesionin e aktorit që më prek edhe mua, po dhe me të regjisorit që është Aldo që kemi sot në studio. Se platforma ndryshme në fakt, jo vetëm ajo që un pash në Instagram, po përpiqen që të krijojnë aktorin në inteligjencë artificiale, i cili imiton në mënyrë perfekte. Domethënë, imiton emocionet njerëzore dhe ai të nxirrte Close to perfect. Është përshtatur. të nxirrte ata aktorin pa as edhe një lloj kosto. Po. Ta nxirrte raca që ti do, ngjyra e lëkurës Po, ti e do, flokët, vështrimi edhe kështu me radhë. Tani, thën kjo, bashkë me gjendjen që ndodhet kinemaja, industria e kinemas sot nëpër botë që të gjithë po përpiqen ta largojnë nga ekrani i madh dhe ta afrojnë më shumë tek laptopi, Netflix edhe kështu me radhë, mbas edhe tek to si më thon, si ishin ato vertikal. Po, bravo, sepse ne kemi folur këtu. Kjo gjëja ty dhe mua bashk na bën çik pesimist se ku po shkon industria e kinemas dhe në të njëjtën kohë, në të njëjtën kohë ti nuk ndjehesh më i frymzuar për të vazhduar Po jep edhe për të përgjigje. bërë këtë gjë. Jo, po. E bëra parantezën se më prek edhe mua, po Topi flasim. është imi, tha penalltin e juaj vet. Po, unë mendoj që si në shumë aspekte tjera të jetës, një nga atributet e një personi që mund të jetë pioner apo i suksesshëm apo s'do të thojë revolucionar, por që gjithmonë gjen një rrugë për të bërë diçka, është një sfidë që të vjen gjatë gjithë jetës në shumë forma. Një nga format e reja është kjo AI, pra si do qasemi ndaj kësaj prurje të re që po bëhet realiteti dhe ku e dimë në çfarë formash do shkojë. Mendoj që na takon neve për të parë si do operojmë, si do integrojmë në jetë, si do përshtatemi me këtë gjë, sa do jemi më Sa të zgjuar do jemi që mos na kontrollojë, po ta përdorim atëherë kur na duhet me mas. Po, varet, mund të jetë një realitet shumë i thjeshtë që nesër pas nesër nuk do kemi nevojë fare dalim në shesh xhirim për të me drejtorin e fotografisë me gjithë stafin për të bërë rekord, por do ulemi para kompjuterit dhe do bëjmë gjithë filmin në kompjuter, mund vijë edhe ky realitet, por do heq shumë gjëra që janë, domethënë, Njerëzore. Eksakt. Po nga ana tjetër prap një lloj vlere artistike do e ketë produkti. Kështu që mund të jetë një medium tjetër. Momentalisht në filmin tonë nuk është se ka ndonjë prekje me AI. Jo. As si aktor. Jo, akoma jo. Kam Ende. përshtypjen Jo. regjizori edhe gjatë xhirimeve, pavarësisht se ti e ke kopsitur idenë edhe skenarin dhe çdo gjë, Po. mund të shohësh një reagim nga aktorët dhe ndryshon një linjë, ndryshon një Dhe që ishte për mua gjëra më Ndërkohë që në AI këtë gjë nuk e bën se ti jep pas kur fare emocioni, thjesht jep disa komanda. Gjëja më interesante që kam lexuar për AI, domethënë se ku mund shkoj e ardhmja e afërt është që mbase mund të vdesë edhe rrjetet sociale fare për shkak. Domethënë do jetë fundi sepse kontentet në rrjetet sociale do jenë kaq shumë mbi Ka zotruesit e AI. personazhe që kanë profilet e tyre në Instagram, në TikTok, në Facebook dhe janë AI Pra totalisht. parashikohet që të jetë 90% e kontenteve në AI dhe nëse vjen ky realitet ku 90% do jenë AI, parashikohet që ne vetë do fillojmë të shkputemi nga rrjetet sociale sepse intriga jone e parë apo si thosh tërheqja jone e parë ka qenë për të parë njëri tjetrin, për të parë jetë vërtet. Dhe në moment që do kuptojmë që është vetëm fake, mbase do rikthehemi te natyra. Aldo, Është shikoj person. që në krahun tënd ka shumë tatuazhe. Mos ndoshta ke ndonjë idhull aty? Po kam, se ju po flisin për Nikola Teslën, çfarë? Kam Nikola Teslën këtu. Okay. Na e Dhe që tregoj është pak shumë edhe për bukur, kamerën. Frame të Stanley Kubrick. Ngrije pak atë krahun ta shikojmë një çik. Mirë, qëndrojmë tek Kemi Kubrickun? Stanley Kubrick. Okej. Pse Stanley Kubrick? Për çfarë të ka frymzuar Stanley Kubrick, një nga regjisorët më të mëdhenj të kinemas? Nuk është interesante se sot po prodhon meme pafund për filmin Eyes Wide Shut, që shumica e publikut mbasi se kanë parë, po është realiteti sot dhe ai person e ka bërë këtu 25 vjet të Një parë, film i lënë për gjys. as më shumë. Po. Po dhe duhet të thënë që ka qenë njëri që ka guxuar shumë në kineman e vet, edhe në mënyrë se si ka rrëfyer historitë në kineman e vet. Për të folur për Stanley Kubrick, do të drejtuaj që është tjetër nivel komplet. Jo, e bëjmë shumë konkrete. Se të ka frymzuar ty. Domethënë, qoftë nga teknika e bërit filmit, qoftë nga Regjizori, mënyra. për mua është regjizori perfekt. Domethënë, regjizori perfekt, si vizualisht, si konceptualisht, si simbolikisht. Filozof. Nuk i vjen më botës. Është vështirë. Kubrick Është tjetër. vështirë. Nikola Tesla pse? Pse si tatuazhe dhe si idhull? Po Tesla sepse gjatë rinisë time kam qenë kështu pak i fiksuar me astronominë, me
me të panjohurën, me forma alternative të realitetit, po themi kështu ashtu. Dhe kur kam parë dokumentaret e Teslas dhe shikoja se çfarë point of view, çfarë këndvështrimi çfarë këndvështrimi kishte ai për realitetin, për frekuencën, për vibrimet, për energjinë, për çdo gjërat. Më ka inspiruar shumë dhe më ka inspiruar shumë jashtëmasë edhe dedikimi i tij që kishte për njerëzimin. Pra domethënë ishte si thosh i gjithi në shërbim të njerëzimit dhe jo ana konsumatore dhe sklavërimi modern. Dhe përfitimi. Eksakt. Qëllime, domethënë veçanërisht humaniste, që i qëndrojnë edhe sot e kësaj dite. Nëse shtron një darkë me idhujt e tu. Nga e kaluara. Bukur shumë këtë. Kë do ftoje? Kë do ftoje? Dhe kë do lije jashtë. Është darkë me bazë peshku. Kush do doja të më ftonin? Jo, kë do ftoje ti? Të gjithë janë detyruar të thonë po. Do vinë. Çfarë do lloj emri që mund të imagjinosh? Okej. Dy i morën vesh. Sa e kam limitin? Sa të Pa duash? limite ke. Sa duhet? Pesë. Ora, pra, ti vemi limit se. Mirë 5. Ja thot me qenë se. 5. Tarantino, Nolan, Villeneuve, 3 regjisor deri tani. James Cameron, po vetëm Cameron. regizor. Pse vetëm regizor, meshkuj më? fatkeqësisht. Po pse vetëm meshkuj? Nuk të frymëzojnë gratë? E di. Ska asnjë grua që të ka frymëzuar jetën tënde? Më kujton një meme. Cila? Atë Francë më falë. Jo, s'ka gjë. Është ishin të ndarje çmimesh edhe ishin 5 regjisorë të nominuar dhe ishin 4 vajza dhe një çun. Dhe fitoi ai Edhe çuni, po fitoi e kam parë. Që do E di pse thotë sepse vajzat janë regjisorë të mirë. sepse Jo, se thamë atë. patjetër kanë fituar edhe Oscar, kanë fituar edhe çmime fantastike, po nuk rezonojnë me mua. Nuk rezonojnë, sepse nuk është bota ime. Jam kështu. Si nuk Që- është bota jote në ç'kuptim? Në kuptimin që temat e caktuara që bëjnë regjisorët femër nuk rezonojnë shumë me mua personalisht. E kupton? Janë filma shumë të mirë të realizuar, janë artistë. Dhe nuk do t'i ftoje te kjo darka. Po nuk do të rezonoj. kishte asnjë grua. Jo. Po janë 5, po t'ishin 10 do i ftoj. Një darkë jo fort elegante, do thoja, me këtë diskriminim që ju bëre grave. Po jo, më pse? Jo, po i shmangu komplet regjisorët femra. Tani duhet jemi politikisht korrekt. Ja. S'dua të jem, dua të ndjek idhujt e mi, dhe për mua këto janë, domethënë, këto të katërt. Po Kështu që- ta kthejmë çik në realitetin shqiptar. Kur ke qenë i vogël, Aldo, cilit kanë qenë njerëzit këtu që ti ke parë në ekranin e televizionit ose qoftë të kinemas që të kanë frymëzuar për të ndjekur pikërisht rrugën e kinemas? Ka pasur ndonjë njeri? Shqipëri? Mhm. Është pedagogu im, Filip Çashku. Unë kam mbaruar studimet e Marukut, e di shumë mirë dhe inspirim për mënyrën se çfarë regjizori është. A janë pedagogët tanë në fakt idhujt e parë që ne kemi sa i takon profesionit po flas sepse Po nëse gjen atë formën e komunikimit me studentin, detyrimisht janë, nëse gjen formën e komunikimit. Se pastaj fillojnë e drejt. Duhet gjesh edhe veten. Aldo, ti ke edhe një vajzë të vogël Po. që po rritet në këtë realitetin shqiptar. Çfarë idhuj do dohet ti të kishte ajo në të ardhmen? Modelin e kujt do dohet ishte të ndiqte? Po ai që do rezonoj më shumë, unë po përpiqem të jem model, jo se po përpiqem të jem model per se, po ashtu jam dhe mendoj që mund të rezonojnë në ca vlerë dhe në ca gjëra. Kështu që është e lirë të zgjedh këtë doj, seriozisht, nuk ndryshe nga po lexoj edhe një fakt tjetër interesant, domethënë se pra gjithë e dim se çfarë fuqie ka imazhi i babait të një vajze, dhe po shikoja ndryshimin e brezave me këtë jo daddy issues dhe këtë gjëra, dhe thonin që brezat sot do jetë e kundërta, domethënë sepse baballarët sot po shpenzojnë 4 fish kohë më shumë, 5 fish diçka të tillë, domethënë thuaj që Janë më të lidhur me fëmijët. më shumë i ndrojnë pelena për një vit një baba fëmijës se që ndronte dikur gjithë vitin, gjithë jetën, domethënë. Okej. Kështu që dedikimi është bërë shumë i madh, sensibilizimi është bërë më i madh, awareness-i domethënë gjithë gjëja, po Ti Pra, je nga ata kuptuan që baballarët që fëmia është i kalon të dy prindërve, duhet kohë me përkushtojnë vajzën të tënde, dy. kemi parë edhe në rrjetet Po. sociale, mendon që je frymëzim për këtë? po besoj se po. Po. Një model i mirë. Besoj se po. Ja. Aldo, shumë faleminderit që ishe pjesë e Faleminderit ju. zgjohu po deshe. Ishte kënaqësi. Tham gjëra shumë të bukura, unë nuk naqa. Test në bar, ditë në bar. A u kënaqëm të gjithë? Nuk e di, flisni për veten. Prishe çik me atë regjisorën femër. Shiko, edhe ish partnera jote ka qenë është regjisor në profesion, kështu që mendova që ndoshta kishte Por zotin po ta flisësh atë, vlerësim dhe edhe ajo simpati ka për të zgjedhë gjithë meshkuj, nuk e di pse. Mundësisht të njëjtat emra. Këtë duhet ta bëjmë temë më vete në fakt, ta diskutojmë një herë tjetër, ditë mbar sot, edhe Faleminderit. Gjithashtu. Dhe shumë suksese Shumë në suksese. punët e tua dhe me filmin. ne nuk kemi mbaruar akoma, do vazhdojmë të qëndrojmë bashkë deri në orën 9:30. Kemi quizin, nxitoni që të gjeni përgjigjen e saktë, po kemi Barsaletën, po kemi dhe rubrikën AI pak më vonë që kemi një gjë shumë interesante sot. Muzikë, kthehemi pas pak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes. Jemi pra bashkë në Mirëmëngjes. Zgjohu po deshe. Mirëmëngjesi, 8:48 minuta dhe jemi në rubrikën AI, inteligjenca artificiale. Tani kur flasim për inteligjencën artificiale, unë dhe Sigla se kemi punën mirë fare. Po duhet ta thoja këtë sepse sot do të bëjmë një gjë ndryshe, shumë të bukur, mezi po pres të ndodhi. Kur flasim për teknologjinë dhe inteligjencën artificiale, sidomos në rastet kur ka të mira, të cilat I duam shumë, mendojmë edhe për anët e këqija. Ka patur një periudhë që u bë nami kur të dhënat e shumë personave ra në duar të keqbërësve, kanë qenë profile inekzistente, pra të njerëzve që ishin larguar nga jeta dhe ka patur abuzime të natyrave të ndryshme. Ne sot kemi menduar ta vendosim AI në shërbimin ton për diçka të mirë. Përmes një personazhi, një idhulli që ne e duam shumë, do të udhtojmë në kohë. Kemi zgjedhur që sot të zgjohemi me Frank Sinatra. Dhe do të kemi një interpretim në studio se si do të ishte dita jon duke u zgjuar me të. Unë I kam dar rolet. Okej. Unë jam Franku. Ti je Franku. Si mund të ndodhë të ndryshe? Po t'ja lëm Francit më mirë se edhe me emrin I përafrohet. Franc, ti je Frank Sinatra. Okej. Dhe Mikaela, ti je vajza që zgjohesh këtë mëngjes me Frankun. Bashkë biseduese I e ti. did it my way. I'm Frank Sinatra. Okay. Jemi. Frank, është mëngjes dhe sapo jemi zgjuar. Do e pim kafen bashk. Një mëngjes I qetë, dritë e but hyn nga dritarja. Në sfond nuk ka vetëm piano, është vetëm zhurma e qytetit që zgjohet. Oh. Well, good morning kid. Më duket se më ke zgjuar para orkestrës sot. Kafe në mëngjes, morning coffee, sigurisht që po. Një burr mund ta kalojë natën me whisky, po dita gjithmonë fillon me kafe të mirë. Merr filxhanin dhe buzëqesh lehtë. E di çfarë më pëlqen tek mëngjeset? Janë si fillimi I një këngë të re. Askush nuk e di akoma si do të shkojë refreni. Eja ulemi këtu pranë dritares. Ti me kafen tënde, unë me time. Më thuaj Mikaela, je nga ata njerëz që zgjohen plot plana, apo nga ata që lën ditën t'i surprizoj? Po bëjmë gati për programin, Frank. A e ke parë ndonjëherë zgjohu po desha? Frank vendos filxhanin e kafes mbi tavolinë. Rregullon pak mëngët e këmishës dhe buzëqesh me atë stilin e tij të qetë. Zgjohu po deshe, Kid. Vetëm titulli më pëlqen, ka pak sfidë brenda, pak humor, si një batutë e mirë në fillim të ditës. E di, në kohën time në radio mëngjeset ishin momenti kur njerëzit vendosnin si do ta ndjenin ditën. Nëse dikush I bën të qeshin në orën 7, ai person ka fituar tashmë gjysmën e ditës së tyre. Kam dëgjuar që ti dhe ekipi juaj keni 3 karaktere, njëri skeptik, njëri që nervozohet për gjithçka dhe një optimist që qesh me botën. Oh kid, kjo është një orkestër e mirë. Sepse vetë jeta është kështu, pak ankth, pak nerva dhe dikush që thot relax, everything's gonna swing. E po merr një gëllën kafeje, Frank. Tell me something, më thuaj një gjë, kur ndizet drita e kuqe e studios dhe mikrofoni hapet. Ti je Mikaela që pi kafe me mua? Apo Mikaela që hyn në skenë dhe komandon gjithë shfaqjen? Frank, e di pse doja këtë kafe me ty sot? Sepse në program kemi zgjedhur të flasim për idhujt. Dhe ti ke qenë idhulli I shumë njerëzve, po më thuaj pak, si ja dola? Frank mbështetet pak në karrige. Mban filxhanin e kafes në dorë dhe buzëqesh me atë qetësinë e dikujt që ka parë shumë skena. Kid, do të them një sekret që shumë njerëz nuk e besojnë. Askush nuk zgjohet një mëngjes dhe të thot, hey, sot do bëhem idhull. Këto gjëra ndodhin ndryshe. Kur unë fillova në Hoboken, nuk isha Frank Sinatra. Isha vetëm një djalë I holl që donte të gnonte më mirë se sa dje. Ka pasur shumë net kur askush nuk dëgjonte, shumë skena të vogla, shumë dyer që mbylleshin, po ja ku është gjithë historia. Njerëzit nuk dashurohen me përsosmërinë, dashurohen me sinqeritetin. Kur këndoja një këngë dashurie, nuk e këndoja për publikun. E këndoja sikur po ja thoja një personi të vetëm në dhomë. Dhe papritur, ajo dhomë bëhej një teatër I tërë. Merr një gëllën kafeje dhe sheh drejt. Pra, si bëhesh idhull? Jo duke u përpjekur ti jesh një, por duke bërë një gjë aq mirë dhe aq sinqerisht sa njerëzit fillojnë të shohin një pjesë të vetes tek ti. Sepse në fund fundit kid, idhujt janë thjesht pasqyra të ëndrave të njerëzve.
Pasi ka folur për 20 minuta, Frank buzëqesh lehtë. Por tani më intereson një gjë për programin tënd. Kur flisni për idhujt në zgjohu po deshe, do flisni vetëm për ata të mëdhenjt apo dhe për idhujt e vegjël të përditshëm që askush nuk I vëre? Për të gjithë, Frank. Edhe pse është e vështirë të zgjedhësh mes të vegjëlve dhe të mëdhenjve. Po, a ke qenë ti gjithmonë I sinqert? Frank rri një moment I heshtur, duke parë ravullin që ngrihet nga kafeja. Pastaj buzëqesh pak, por këtë herë edhe më qetë. Oh, kid, nëse do të thosha yes, always, do t'ishte një gënjeshtër shumë e bukur. Askush nuk është gjithmonë I sinqert. Sidomos kur jeton në skenë, kur mira njerëz të shikojnë dhe presin që ti t'jesh diçka më shumë se njeri. Ka pasur net kur kam kënduar një këngë dashurie ndërkohë që zemra ime ishte a real mess, një rrëmujë e vërtet. Ka pasur ditë kur kam buzëqeshur për publikun dhe brenda vetes nuk kisha as pak në paqe. Ja ku është e vërteta që kam mësuar. Sinqeriteti nuk do të thotë jesh perfekt. Do të thotë që her pas here të lejosh njerëzit të shohin edhe ato plasaritjet e vogla, sepse publiku e ndjen kur diçka është e vërtet, edhe nëse nuk është e bukur. Frank filloi të ndjejë një ngërsh në krah dhe e vendos filxhanin në tavolinë. Ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz bëhen idhuj, jo sepse janë më të mirë se sa të tjerët, por sepse kanë guximin të jenë njerëzor përpara të gjithëve. Rrotullon syt nga Mikaela dhe jep një buzëqeshje të lehtë. What about you, Mikaela? Kur je në studio në mëngjes para mikrofonit, a je gjithmonë e sinqert me publikun tënd apo ka edhe një ditë kur duhet të veshësh një maskë të vogël televizive për të mbajtur shfaqje në këmbë? Pjesa më e madhe e ditëve ashtu janë, Frank. Me një buzëqeshje që jo gjithmonë I përgjigjet zemrës. Por a e di, ne tani jemi në vitin 2026 dhe ende flasim për ty. Çfarë të bëri ty të jetoje të gjitha kohërave? Është momenti që Frank mbështetet pas në karrige, sikur po mendon për një moment. I duhet I shartësoj mendimet e tij, drita e mëngjesit sapo hyri nga dritarja, I rrotullon filxhanin e kafes dhe buzëqesh e gjetët lehtë. 26 more Frank. 2026. Kid. Kjo tingëllon si një numër nga një film fantastiko shkencor për mua kur e mendon, por fakti që njerëzit ende flasin për një djalë nga Hoboken, nuk është sepse ai këndonte më fort se sa të tjerët. Jo. Ka pasur shumë zëra më të fuqishëm se I imi. Sekreti ishte diçka tjetër. Unë nuk këndoja notat, Mikaela. Unë këndoja historinë brenda tyre. Kur këndoja për dashurinë, njerëzit kujtonin dashurinë e tyre. Kur këndoja për humbjen, kujtonin humbjet e tyre. Kur këndoja për të ecurën përpara, my way, ata ndiheshin sikur po flisnin vetë. Dhe ai e bëri në mënyrën e tij, sapo rrëkiti një gëllëng kafeje. Ja përgjigja, kid. Nuk jeton gjatë në kohë sepse je I famshëm. Jeton gjatë sepse prek diçka njerëzore që nuk ndryshon kurrë. Moda ndryshon, politika ndryshon, edhe muzika ndryshon. Por një zemër që dashuron, që zhgënjehet, që ngrihet prap, ajo është e njëjtë në 1956-ën, 76-ën, dhe duket se edhe në 2026-ën. E sheh sërish Mikaela në kokër të syrit? di- Buzëqesh lehtë. E di çfarë është interesante, Mikaela? Ti je në radio çdo mëngjes, zëri yt hyn në shtëpitë e njerëzve kur ata janë gjysmë në gjumë me kafe në dorë. Në një farë mënyre ti po bën të njëjtën gjë që po bëja unë. Ti hyn në momentet e tyre më njerëzore, po tell me something, kid. Kur njerëzit të dëgjojnë pas shumë vitesh, për çfarë do të doje ti që të kujtonin? Me thënë të drejtën, Frank, një histori me ty do e kisha bërë, dhe le të më kujtonin për këtë. Frank, qesh but. Ajo qeshja e ngrohtë që vjen nga dikush që ka dëgjuar shumë histori gjatë jetës. E ndan mendjen, vendos filxhanin në tavolinë dhe shikon Mikaelën me një shkëlqim ironik në sy. Kid, vogëlushe, nëse njerëzit do të kujtonin për një histori me mua, atëherë duhet të jetë një histori e mirë. Sepse në fundit historia është ajo që mbetet, jo personazhet. E di çfarë kam mësuar gjatë gjithë atyre viteve në skenë. Njerëzit nuk mbajnë mend çdo këngë. Nuk mbajnë mend çdo koncert. Por mbajnë mend një moment. Një mëngjes me kafe.
një bisedë që nuk ishte e planifikuar. Një fjali që, u tha në kohën e duhur. Të lutem Frank, busjesh lehtë. So, imagine this, Mikaela. Një ditë në radio, shumë vite nga tani, është dikush që ty të pyet. Si ishte që të flisje me Frank Sinatra? Dhe ti u thua, ishte thjesht një mëngjes, po pinim kafe dhe po flisnim për idhujt. Dhe ai më tha se njerëzit nuk jetojnë gjatë në kujtesë sepse janë të famshëm, po sepse bëhen pjesë e historive të tjerëve. Franko jon është nga skrapari, kështu që ngre filxhanin e kafes dhe bën një dollim me të. Ja pra kid, ndoshta kjo është historia jote me mua. Dhe të them të drejtën, nuk është një histori e keqe për një mëngjes. I did it my way. Okej, Franko jo nuk këndon, por ishte histori shumë frymëzuese. Dhe shumë prekse. Edhe pjesa më e bukur ishte ajo thënia që njerëzit më shumë të duan për sinqeritetin sesa për perfeksionin, kështu që nuk duhet synojmë perfeksionin, po duhet të synojmë të jemi vetja jonë. Unë mendoj që edhe sikur ta pyesnim vërtet Frank Sinatrën për këtë gjë, do të thoshte pak a shumë të njëjtat përgjigje, duke pasur parasysh se çfarë ka krijuar ai. E në fakt edhe çati na u përgjigj duke orientuar pak me të dhënat që mund të ketë për Frank. Kështu që ishte tamam një bisedë virtuale me të. Muzika që na duhej. Dëgjojmë pak e lutem. I keep going over the world we knew. The world we knew. When you walk beside me. That inconceivable, that unbelievable world we knew when we two. Ishte shumë bukur që disha Frank Sinatra dhe të përgjigjesha si ai sot. Ishte shumë bukur të flisja me ty. Ishte një kafe me të. Ishte bukur në fakt. Ishte bukur të rrëfeje të gjithë këtë histori. Po ju vajza, për çfarë do donit që të mbaheshit mend në këtë jetë? Pyetje shumë e vështirë. Do duhet të kalojnë edhe ta vite për ta kuptuar, po ndoshta për momentet e bukura, për gjurmën që kalon te njerëzit. Mikaela, e njëjta gjë për lumturinë, dashurinë që u ke dhuruar dhe mbështetjen dhe suportin në çdo moment. Ja, pas sa vitesh, siç thoshte edhe Frank, dikur do flas për ne të tre, që ua bëni mëngjesin edhe më të bukur. Ky është zgjohu po desha. Used to love me. And every bright neon sign turned into stars. And the sun and the moon seem. Mirë, më në gjesë i Mirëmëngjesi. Si erdhi kjo mirëmëngjesi. Ne vazhdojmë të jemi bashkë në zgjohu po deshe, edhe pak minuta na kanë ngelur që ta mbyllim edhe episodin e sotëm, por kemi ende rubrika shumë të bukura. Sidomos kjo që do thotë Mikaela tani. Kjo e imja, kjo e ankesave, kjo e qarjes së halleve. Kemi ankesën e ditës. Kalle më çat Sa më pëlqen ajo. Ajo gjë në fund më ingranon shumë. Është vetëm një pjesë pozitive. Ndërkohë, do thonë ju çfarë e ingranon këtë dëgjuesin ton. Thot, u futa të bëja një dush, më zgjati më shumë debati imagjinar me shefin që më urren sesa vetë dushi. Ju ndodhe ju që kur futeni në dush bëni gjithë planin e jetës, mendoni gjithë diskutimet që keni patur gjatë ditës, jo po mund t'i thoja këtë, po mund t'i thoja atë, po nëse unë do thoja këtë përgjigje do më kthej kështu. Po, mund të zgjidhesh edhe situata nga klasa e 5. Po si nuk reagova unë te problemin me kur erdhi ajo. Se bëra unë. Nuk e kisha unë atëherë yllin me vete. Jo, isha e votë ose me ndonjë shok për shembull që do t'i thua shumë gjëra edhe ja thua atje bla 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 dhe kur vjen muhabeti që duhet ja thuash vërtet, si ja thua dot në telefon as ose në rastin tënd me që je kështu shumë romantik i dashur, fillon mendon këto po sikur unë ti shprehem në këtë formë, ti propozoj në këtë formë. A thua bëjnë çuna të dush të gjë?
Jo domosdoshmërisht. Mendojnë për të dashurën. Çunat që kanë atë shampon për çdo gjë. Jo domosdoshmërisht në dush, mund ta bëjnë edhe kur janë ulur aty në divan, në karrige. Apo në dush e ka fiksimin kish para dëgjon na. Në dush bëjnë gjëra të tjera, okay. Për në dush i le gjithë diskutimet. Po. Megjithatë, duhet ta pyes në fakt kur mbaron këtë debatin me shefen, debatin imagjinar. A këndon edhe Kalle Halli në fund për ta mbyllur? E këndon më? Ajo është gjithmonë. Këndon I did it my way. Me shefen. E bëra në formën time. E kallim Hallin, e kallim. Lëre. Kjo ishte nëse son të ndihesh vetëm fare. E nisë mbar më, atë që doj diku rrugës. Kemi një mundësi të dytë, se kemi edhe një hall të dytë. Okej, sapo ta kallim dhe hallin e dytë. Gjithmonë më tepër po më pëlqen mënyra se si njerëzit që të dërgojnë ankesat dhe hallet e tyre i formulojnë këto hallet, Mikael. Po janë njerëz të edukuar. Janë shumë të bukur. Jo, janë vërtet shumë të bukura po. Po nuk janë nga këto që kanë rënë në kanal. Është më be tjetër besoj, nuk është hall kanali ky i dytë. Jo, ky nuk është hall kanali, ky është hall familjar. Oh, çajmë edhe hall familjar. Kanë të gjitha mamat me sa duket, sepse sa herë më thon fëmijët jam i uritur, thot vajza zonja që na ka shkruar, i ofroj 5-6 gjëra, pastaj thot, "Oh, s'më hahet më." Oh, baba. Do më thon ti ulesh aty gatuan, bën gati gjërat, ja mundësisht ja u bën edhe me figura, me forma, se ndryshe ti përfillin ata. Kjo është e vërtetë. Nuk duam tani. Ikim nga ana tjetër. Mirë, është një gjë që na ka ndodhur edhe ne kur kemi qenë të vegjël, ë. Domethënë, mbase thjesht ideja që kishte kaq shumë gjëra dhe ishte i pavendosur, që atje ka pasur zanafillën pavendosmëria jon për jetë. Ishte trashëguar që kur nuk zgjedhim çfarë do hajm për darkë. Jo kjo, gjitha gjërat mira atje bio ti jepte mami i gatuante me shumë dashuri dhe ti nuk zgjidhet. Ndoshta ky është Chelsea, mos të ofrosh kaq shumë zgjedhje. Varet edhe ka shumë opsione. Mosha që ka këtë kemi, këtë do hash. Se edhe fëmijët pastaj fillojnë krijojnë ato shihet e tyre dhe zgjedhin ushqimet që preferojnë. Po një nga teknikat që përdorin prindrit e rinj ose që këshillohet më së shumti është vetë prindi ta hajë ato ushqime në sy të fëmijës, edhe kjo e tundon fëmijën dhe shkon ja merr nga dora për ta ngrënë. Jo, më motër ne jemi rritur haje se të erdhi gogoli. Po, kjo është tamam për çar hallin. Po. Kjo është për ta kallur hallin kështu në mënyrë. Ky ishte një hall kampionësh. Po, tamam. Ka të drejtë regjia, ishte një hall kampionësh. Mbi të gjitha hallin. Ajo është. Ishte shumë e mirë. Ishte më mirë se herën e parë. Ke edhe 5 vite punë dhe arrin. arrin. Besim tek potenciali jot, Franc. A vin në Tiranë apo nuk vin në Tiranë? Me gjysmë. Jeni në Elbasan deri. Vetë presor. Në momentin që ndro aty. U përpoqa vetë presor. Kto ishin ankesat po? Kush u ka stiluar? Dy tani doni më shumë jo. A ka anu? Se pastaj thonë jo po na jo aman të luta. Po le me kaq. Dy tërhiqem. Po, se me zgjidhim. Një hall këtej, një hall këtej. Dy hallën në një sjetull nuk mbahen. Tre kunguj në një hall nuk mbahen. Bëhet dyrek. Bëhet. Kungulli me hallë. Alright. Qeshim i çik? Do qeshim? Ka ardhur momenti? Qeshëm mari çik, qeshëm mor se ke jetën. Tani, është momenti Barsaletës së ditë zonja dhe zotërin dhe u thash që po flisim për atë trenin e Japonisë dhe sot Barsaleta që un kam zgjedhur është shumë e bukur dhe është me trena. O sa bukur. 3 zotërinj. 1, 2. Shkuan në një platformë treni me valixhet e tyre gati për udhëtim edhe kështu. Po qëndronin aty, e kishin udhëtim në orën, domethënë udhëtimi ishte në orën 5. Treni duhet të vinte në orën 5 që të ngarkonin këto baule. Treni niset në orën 5. Po, kishin shkuar që në orën 3. E pa në orën ora 3, çfarë do bëjmë deri në orën 5? Shkojmë te ky klubi këtu poshtë. Shkojmë, u thanë të 3. Hajde t'ia fusim pim aty për shefin ton se ka kohë të kënaqemi, pastaj ti ngarkojmë edhe gjërat edhe të marrim rrugën për Janin, nuk e di se. Janin me tren, me tren. Me tren për Prizren. Për Prizren ose për Janin. U futën aty, o pa e për men, dashuri soi kam lanë në vend. Hajde more. Pi një kujtim, pi një tjetër, sill edhe një shishe tjetër, bab njëri, pap tjetri. Ishte edhe kujtime me ata? Jo, se i thash që ma dëgjon çik të Barsaletën me vëmendje. I thash pa aty. Vjen ai polici i
platformës atje që rrinte, ju tha, zotëri, tha, më falni, tha, se ora është 5:05, tha, ju iku treni, tha, se ngelet këtu, qa bëhet, si ka mundsi, po mos e vrisni mendin, tha, se është edhe një tjetër në orën 7. Kështu që rrini dhe pak këtu, dhe kur të vi ora, afrohuni avash dhe hajdeni. Në orën 7 tha, dhe 2 orë kohë çunat, edhe i shishe tjetër, sille këtu. Fup njëri, fup tjetri, bë një dorë njëri, bë një dorë tjetri. Gargar me alkoolin. Po. Pin. Po bëj efektet. Po shumë mirë, po. Ora 7:20, vjen prapa i polici, ore I tha, ju thash që është në orën 7, I tha. Sa vonë. Pse tha u vonuat, I tha, se ju iku treni, tha, po. Pa problem, se është një tjetër, I tha, në orën 12 të natës, I tha, kështu që ora është 7:20, I tha, keni kohë, tha, jo të pini tani, po të hani, të bëni çfarë të doni, tha. Rrini, tha, merreni me Terezit, se ai është I fundit, I tha, kujdes se ai është I fundit, në orën 12 është I fundit, I tha. Mblidhni mendjen të gjithë. Okej. Filluan këta prap, pi njëri, pi tjetri, I than atij na kontrollorën, I tha, shikoj me kujdes, I tha, se po vajti ora për shembull 12 pa një çerek na thuaj, I tha. Pa merak. Të shkojmë atje, e pije, këndoje, bëj një dorë njëri, bëj një dorë tjetri, erdhi një njohuri këtyre, ju bëri dhe ai nga një dorë dhe u pin këta u bën. Kur po shkonte ora, I tha, "Ky shpejt I tha, ngriu, I tha, se po shkon ora, I tha, të kapim tren 12 pa 3 minuta. Në natës ishte treni I fundit. Me vrap marrin ato valixhet, hyn atje te platforma, ai polici po I thoshte, "Po shpejt më se po ikën treni." I shikojnë 2 nga këta, e arritën trenin, I hodhën ato valixhet, u futën në tren, u nis treni ky nga mbrapa, u pengua. Dhe sa arriti do trenin I pakta 2 të tjerë që po iknin dhe filloi po qeshte. Po qeshte. Edhe I thot polici, "O budallaj, thot, po pse qeshi, thot, ma ju thash që ky ishte I fundit." I tha. Po sa I fandoi ai fare, I tha, "Atë thash ishte treni I fundit, ata 2 tha shumë mirë e kapën trenin. Po ti tha, miq që se kape, po ti po qeshi tha." Po prandaj po qesh tha, se ata të 2 kishin dalë të më përcillnin mua. Bravo, bukur. E ja, kështu ngelet njeriu atje, përcill ata që s'duhet të përcill. Kjo rubrikë mbyllet me let, më thonë piane, po nuk çaj kokën në fare. Ju kujtojmë edhe quizin sepse jemi në minutat e fundit të programit. Për ditën e sotme gjeje ku cili vend ka më shumë fest se sa arsye për të festuar. Gjermani, Brazil, Zvicër apo Japoni. Kjo është filozofi jete për këtë vend sepse pavarësisht hallëve të shumta që mund të kenë, problemeve financiare, ekonomike, politike, sociale, ata zgjedhin të japin jetës gëzim edhe të jenë optimist duke festuar, duke gjetur edhe motive ku diun të rëndomta për të festuar. Cili vend mund të jetë? Gjermania, Brazili, Zvicra apo Japonia? Presim ende përgjigjet tuaja në numrin ton të telefonit 068 20 63 423 dhe në Instagramin e Premium Channel. Shkëputemi për një këngë dhe rikthehemi pas pak me të tjera. Me zjo po desha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ngrohtë të ftohtë, si është Njerë moti? po njerë jo. Apo Ndaje mendjen, çfarë do bësh? Ndajeni mendjen, bëni çfarë doni, thjesht më lini tani me laptopin tim sepse po shikoj ofertat që ka Vasi këtu, sidomos të ndeshjes me Polonin. Po le të jemi tash, erdhi ndeshja data 26. Ka oferta të mira duhen kapur. I ke të gjitha paket, të çon Polonit, shikosh ndeshjen, shikosh qytetin, kështu që ju uroj edhe juve të njëjtën gjë. Që ta shikoni ndeshjen bashkë me mua. Të zgjidhni ofertën e Vasit edhe hajde ikim të 3 atje. Të 3 ka vend për të 3? Ka më si s'ka. Okej, do t'i bësh ti rezervimet. Direkt atë po bëj, ju vazhdoni çka keni. Në Poloni jemi apo? Në Poloni. Destinacion tjetër rrugës. Po pra, të bëjmë ndaj, hajde hapim dhe ne pak pas pikal dhe shohim ku. Hapini më. Vazhdoni ju ndërkohë mund të çojmë veten. Fituesin e quizit për ditën e sotme. Cili vend ka më shumë fest se sa arsye për të festuar? Midis Gjermanisë, Brazilit, Zvicrës dhe Japonisë është pikërisht Brasileu. Mashkena da samba gigabau. Fituesi është Miri! Urime, zoti Sajmir me numrin që mbaron me 444.
Paska dhe numër fati sa i miri. Bravo. Dhe do thoni ju, përse pikërisht Brazili është një vend që feston edhe për patur arsye, sa por dole Kjo lidhet me kulturën shumë festive dhe sociale të brazilerës. Janë disa pika interesante sa i takon kulturës së festës, e cila shumë e fortë në Brazil. Njerëzit besojnë se jeta duhet shijuar edhe në momentet vështira. Festa më e famshme në këtë vend është Rio Carnival, një nga festivalet më të mëdha në botë që zgjat disa ditë me parada, samba dhe kostume spektakolare, një çik holle dhe leçën vishen ato gocat aty Franci. Përveç festave kombëtare, në Brazil ka dhe qindra festa lokale, fetare, kulturore gjatë gjithë vitit. Në shumë qytete organizohen festa për gjithçka, muzikë, ushqim, shenjtor lokal, madje edhe për stinat. Kështu që çdo gjë, edhe zimi i mëngjesit mund të jetë fest për ta. Urime e Brazilit, do duhet të mësojmë edhe ne pak më shumë nga ju, të jemi më shumë optimist edhe festiv. Sa i mirë Urime, ka fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot, të presim të luash sërish quiz tjetër për ditën. Presësh në një bilet për Brazil. Se nuk e kemi dhe ne për shembull ta bënim këtë si një pjesë të jetës tonë. Se dhe ne jemi filozofi jete, sepse dhe ne jemi një vend me super diell gjatë gjithë vitit. Ke një arsye ti për të festuar sot për shembull? Një arsye për të festuar sot? Është pranverë, jam gjallë. A kam shumë arsye se sa këto? Mikaela? Ngrihesh në mëngjes, je gjallë. Çfarë arsye mund të kem unë për të festuar çdo ditë? Fakti njerëz që për sot. Si fillim, po dëgjoj alarmin. Se mundet edhe mos ta dëgjoja. E që të kthesha nga ana tjetër festës së Francës, domethënë. Okej. Po s'ka nevojë për arsye për të festuar dhe për të ndier mirë me jetën, me ditën edhe kështu me radhë. Je gjallë. Arsyeja është e përbashkët për të tre ne që e duam jetën edhe jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe zgjohemi çdo ditë bashkë, me zgjohu po deshe, na motivon, na frymëzon ky program. Kështu që faleminderit që na ndoqët edhe për ditën e sotme. Ju lëm takim nesër në orën 7. Po patjetër, në 7 deri në orën 9:30 minuta do jemi bashkë prap në shoqërinë e Francit, Mikaelës dhe të Neadës me rubrikat bukura tona dhe sigurisht me këngë të cilat do ju ingranojnë, do ju frymëzojnë dhe do kërceni bashkë me ne. Sot kalofshi super mirë. Duam të ikim se duam të rezervojmë ato bileta për Brazil. Kalofshi super mirë, kënaqemi shijojeni ditën sot edhe është pranverë, është diell, është bukur. Kalofshi sa më mirë. Po deshe, mirëmëngjes të gjithëve dhe ditë mbar. Paçim.